Përshëndetje të gjithëve. Ju munguam dje? Ka qenë një energji shumë e lartë ditën e enjte në seminarin e parë. Them të drejtë, nuk është se u lodha, ose nuk është se shpenzova shumë energji, ishte shumë kënaqësi, sepse kisha edhe 3 të ftuar të veçantë që folën edhe ndanë atë eksperiencën e tyre. Sheqeri, kur marrim kafen me sheqer, njëri kujtes për ata që e harrojnë. Në kosh, biskota me vaj vegetal me sheqer që shoqëron cappuccino, në kosh, lërini aty. Kafja është thjesht kafe, pa sheqer. Vazhdojmë shpjegimin. Se s'do të bëjmë e keqe me njëherë. Thjesht rikujtes, sheqeri është shumë i dëmshëm, mos e përdor. Po do diçka të ëmbël merr mjalt. Edhe kështu po thoja që nuk shpenzova shumë energji, por gjithë organizimi, gjithë grupet e mëdhaja i kanë këto veçanti që duhet të jesh më prezente në organizimin, sepse të del situata jashtë kontrollit edhe ikin gjitha magjia e grupit, kështu që gjithë ai organizimi është too much stres, më shumë pjesa e organizimit, edhe vetëm kaq, se nuk është se u lodha. Por dje më duhet ta merrja pushim, më duhet të largohesha nga ekranet. Kam 4 javë rresht përveç live-eve që bëj me ju. Jam vazhdimisht duke punuar me këto trajnimet që përgatita, sepse ju bëj update her pas here edhe të website-i. Kështu që kam punuar 4 javë vetëm kur kam qenë në gjumë, nuk e kam parë ekranin, domethënë, dhe kuptova që dje arriti kulmi, sepse kisha dhimbje koke dhe pak marra mendje dhe thash Jona stop. I lash të gjitha ekranet, anullova çdo seancë të mundshme dhe i kam fshat. Mblodha perime vet, lakra, ndenja me mace, me qen, kam bërë një tokëzim, një pastrim energjie dhe sot u riktheva e freskët edhe në balancë. Pra është mirë ndonjëherë që të rifitojmë atë balancën, pra të tërhiqemi pak në mënyrë që ta rifitojmë balancën. Sot e kam ditën full me seancat e prezantimit me studentët e trajnimit për të limiteve, nga hana fillojmë me studentët e trajnimit për të menaxhuar anktin. Kështu që jemi full. Po sot dua të rikthehem 5-6 vite në kohë. Nëse ju keni dëshirë të më dëgjoni, të më shoqëroni me një kafe, me një çaj. Ju ndoshta disa nga ju e kanë harruar, ndoshta disa nga ju nuk e din. Të paktën më shumë ata që do e ndjekin këtë video më vonë të ruajtur, për ati që po e ndjek tani në pasdite ose në mbrëmje këtë video. Edhe ke harruar, ndoshta se kush jam, rrugtimin tim, apo do të njihesh më shumë me rrugtimin tim. Mendova pse jo, mos të flas pak, nxitur nga një mesazh që më ka ardhur mbrëm. Kur postova në mbrëmje atë foto me maskën, që kisha dhënë një maskë fytyre, më shkruajti dikush në Instagram dhe më tha: unë një gjë nuk kuptoj Jona, ti ku e gjën të gjithë këtë motiv për të bërë gjërat, për të dalë në natyrë, për të ushqyer shëndetshëm, për të bërë një maskë fytyre, për të kërcyer me fëmijën. Ku e gjën ti motivin, ku e gjën ti forcën që prapu çove? Dhe nuk i ktheva përgjigje, sepse kjo përgjigje meriton të ulemi me qetësi edhe ta shpjegoj me detaje ku e gjyn motivin dhe pse duhet ta gjejë çdo njeri motivin. Po le qeni kufirit këtu te porti, mbyllë pak zemër të lutem, ndihmo. Deri në fund. Okej. Motivi. Ku e gjej unë motivin? Që përpiqem të bëj gjërat që më japin mua kënaqësi. Më dhimbset shumë vetja. Më dhimbset shumë ai fëmia brenda meje. Ajo vajza e vogël brenda meje. Gjithmonë kur reflektoj me veten, e kuptoj që as vajza ime nuk ma jep motivin më shumë se sa ma jep fëmia ime brendshëm. Mos më keq kupto, do ta shpjegoj pse. Unë vërtet për vajzën të çohem, jap më të mirë nga vetja, punoj me veten. Por ai motivi për të bërë gjërat me heshtje, kur askush nuk të shikon, edhe kur je lodhur, edhe kur nuk mundesh, edhe kur je dërmuar fizikisht, emocionalisht, mendërisht, ai lloj motivi buron vetëm nga zemra, nga lidhja që ti ke me fëmijën e brendshëm.
që e vogël nuk i kam lejuar vetes që të lullëzojnë ato ndjenjat e mia, ndjesitë e mia, kërkesat e mia të zemrës. Nuk më kanë lejuar të tjerët dhe praktikova shpesh këtë gjë sa fillova që mos ta lejoj unë veten. Dhe me kalimin e viteve po shikoja shumë njerëz, shoqe, mikesha, kushërira, kolege në punë, shumë njerëz që kishin një marrëdhënie të shëndetshme me veten e tyre. Pra i bënin gjërat në qetësi, jo me nxitim, i jepnin vetes atë gjë që kishin nevojë, nuk kursenin kur blenin dhe rroba për veten e tyre, nuk kursenin të ushqeshin shëndetshëm edhe pse ishin shumë shtrenjtë ushqimet, nuk kursenin për asgjë për veten e tyre. Çfarë vijare tjetër te këto vajza që mund të ishin kushërira, shoqe, mikesha, kolege, vijare që nuk ju dhimbseshin në kuptimin nuk përjetonin ndjenja faj për prindër, motër ose vëlla. Në çfarë kuptimi? E di që nëse je vajza e madhe, ose nëse je fëmia i madh, s'ka të bëjë vetëm me vajzat, edhe djemtë përjetojnë këtë, ose nëse je rritur në kushte normale ekonomike, me ulje ngrite, me varfëri, me mungesa ndonjëherë me mirëqenie, po nuk ka qenë situata e qëndrueshme financiarisht. Dhe nëse je rritur në këto kushte dhe papritur tani si je rritur, ke luftuar shumë dhe ke krijuar kushtet optimale për jetën tënde, ti ndihesh në faj, për shembull kur je në një resort me 5 yje. Ti ndihesh në faj kur je duke të ndotuar në një pishinë në mes të dimrit. Ti ndihesh në faj kur të vjen shërbimi i dhomës. Ti ndihesh në faj kur merr makinën e re. Ti ndihesh në faj kur jeton në një shtëpi që je sipër detit non-stop. Dhe gjitha këto ndjenja faj lidhen në faktin që mendon për motër, vëlla, prind, thua, po si nuk i përjetuan dot dhe ata këto ndjesi. Pra ti merr atë përgjegjësinë që nuk të takon. Pra dhe kur ti ke arritur t'ja krijosh vetes tënde këto kushte, prap të mbysin ato ndjenjat që as sikur ti kishin dhe prindrit e mi këto kushte, as sikur ti ishin të lumtur dhe prindrit apo njerëzit që vërtet unë i dua. Dhe gjithë jeta ime ka qenë e tillë, derisa e kuptova që duhej të ndaloja. Por nuk është aq kollaj të ndalosh, sepse e kupton me logjik, por me zemër ta trajnosh zemrën është shumë e vështirë, sidomos kur trajnohesh që e vogël, që të bësh për të tjerët, që të jesh në dispozicion të tjerëve, që të kujdesesh për vllajën më të vogël, që të kujdesesh në shtëpi sikur je grua shtëpi dhe jo fëmijë, kur rritesh para kohe. Dhe unë nuk kam pas lirinë që meritoja të kisha dhe që doja të kisha. Dhe i kam premtuar vetes që do ta kem atë liri dhe do ta krijoj atë jetë që nuk e pash askund. Atë jetë që e doja në fëmijëri dhe s'kish kush të ma jepte, do e krijoj unë tani për veten time, për atë vajzën e vogël brenda vetes sime. Do e krijoj për fëmijën tim, nuk diskutohet. Në 2025 që të rritesh fëmijë pa kushte ekonomike është e pa justifikueshme, sepse jetojmë në epokën ku lekët bëhen shumë kollaj, por s'na le egoja, nuk na lën bindje dhe kalbësirat. Por më shumë aspekti emocional për veten time. Ku e gjyn motivi? Nuk e mbaj mend emrin e vajzës që më bëri pyetjen, ku e gjyn ti janë këtë forcë, këtë motiv? Sepse ndihem shumë mirë kur e bëj, ndihem mirë kur bëj diçka për veten time. Ndihem shumë e qetë, e lumtur, në paqe me gjithë universin, me gjithë ekzistencën e këtij universi. Në momentin që unë bëj diçka për veten, ndihem bie qetësi, paqe, ja kështu përjetohet. Mu desh të bëja procesin e shërimit dhe kam bërë gjën më të mirë ndonjëherë në jetë. Sepse deri në atë moment nuk dija për çfarë jetoja, nuk dija si të jetoja, nuk dija të jepja drejtim vetes sime, nuk dija të interpretoja emocionet e mia, nuk dija që mendja ime nuk mund të jetë e tillë e kushtëzuar nga këto mendime negative. Thjesht këto mendime mi kanë dhënë të tjerët, pra unë nuk jam mendja ime dhe mendimet negative që kam. Nëse unë nuk do bëja punën me veten, gjithë këtë mllefin që është krijuar nga mungesat në fëmijëri, nga bllokimet emocionale, nga problemet bashkëshortore, gjithë këtë mllef dhe nxirret e vajza. Me dhumë psikologjike apo dhe fizike ndonjëherë, me të bërtitura, me atë mënyrë që unë shikoj se si prindrit e tjerë i rrisin fëmijët dhe i quajnë normale, po është anormale. Është anormale. Punova me veten dhe mësova të shijoj, të ndjesha rehat,
kur bija zgjidhje të shtrenjta. Jem njëri shumë i thjeshtë, kënaqem me pak, lumturojmë në natyrë, me mace, me qenë, me kafsh. Kur shikoj detin, qiellin, po njëherë në kaq ma jep truri edhe ka mundësi dhe përballoj që të përjetoj eksperienca të shtrenjta në një resort diku, gjëra që nëse pyet për shembull prindrit, nivelin e prindërve tanë do thonë si harxhon lek për ato gjëra. Unë për shembull për lecka nuk kënaqem të blej, nuk dua të blej lecka, nuk më japin më kënaqësi. Ama të përjetoj eksperienca, po më jep kënaqësi. Dhe mësova se si të ndihem rehat edhe në këto eksperienca të shtrenjta, se si të paguaj për veten time, të paguaj trajnime, të paguaj pushime, të paguaj gjithçka që unë ndiej dua ta bëj për te egos. Nuk ka të bëj me egon, me përmbushjen time. Punova me veten dhe u shërova që arrita të shijoj gjithçka në këtë jetë që Zoti më ka fal, faleminderit, që Zoti më ka fal, mua, ty, çdo njeriu, por jo të gjithë kanë guxim t'i marrin. Do kalojmë mbrapa diku të 6 apo 7 vite, kthehemi pas. Në 2016, e di që është më shumë se 6-7 vite, por thjesht e nis nga aty shkurtimisht. Në 2016 e vendosa që nëse unë nuk do ikja nga Shqipëria, kur nuk do njihja veten time të vërtet. Dhe në 5 nëntor, fiks para 9 vitesh, dita e lirisë e quaj unë data 5 nëntor 2016, kushëriri im që kam si vlla, që më ka ndihmuar jashtëzakonisht në Tiranë kur isha studente, kur them ndihmë emocionale, ndonjëherë edhe financiare tek tu, por ka qenë suporti im i madh. Bashkë me vajzën e tim Besa ime që e kam rritur, bashkë me 2 miqtë tanë dhe bashkë me të dashurin tim në atë kohë që tani është bashkëshorti im, me kunatën time që ka qenë në atë kohë e dashura e vllajt tim, tani është kunata ime. Ishim në Rinas, na përcollën ne. Në aeroport. Do shkonim në Angli, për herë të parë do emigronim, emocionojmë dhe tani kur e kujtoj. Na përcollën më sikur do ikim në Afganistan. Ja, ashtu jam ndier, ku do iki, qa do përjetoj, qa më pret mua aty. Aty më priste kushëriri im në Angli që gjithë jetën 5 herë kisha takuar, s'kisha ndonjë marrëdhënie të ngushtë me të, nuk në hapi derën, unë e vlerësova dhe thash të hikim të dali ku të dali. Shkova në Angli dhe kam kaluar, i kam darë të libra të gjitha ato sfidat që kam kaluar unë në emigrim. Por që para se të hikja atë ditë në aeroport, unë gjithmonë e kam dirë që brenda me diçka nuk shkonte, sepse nuk isha në paqe me veten, më dukej sikur gjithkohon duhet të përshtatesha ambientit, duhet të përshtatesha njerëzve, duhet të bëja diçka shtesë që në çdo ambient që unë shkoja të kishte të qeshura, të kishte harmoni, më dukej sikur ishte përgjegjësia ime që të gjithë të ndiheshin mirë edhe qetë edhe të lumtur. Dhe atë ditë që unë hipa në atë avion, ndryshoj çdo gjë. Dhe unë si njeri ndryshoj çdo gjë. Ditën që unë emigrova për herë të parë, para 9 vitesh. Ishte ditë e shtunë, ishte ditë me diell, por brenda me ishte një stuhi e papar, një shi, një ditë gri, në mendje dhe në zemër. Lash mbrapa çdo gjë. Ata që kanë emigruar e dinë shumë mirë. Lash mbrapa çdo gjë, po vetëm një gjë kisha parasysh atë vizionin që Jona ti duhet ja dalësh, të përmirësosh financat për vete, po dhe për prindrit, dhe për familjen tënde. Ec para mos e kthe kokën. Kisha ndjenja të përzira, në Tiranë isha mësuar, asnjëherë s'është se më ka pëlqyer Tirana, po vite aty studente, kisha një punë në shtet, lash punën në shtet. Kur ul avioni në Angli e kuptova që ishte hera e fundit që ajo Jona që ishte brenda atij avioni do ekzistonte, aty ndryshoi çdo gjë. Birminghami në UK, ata kam shumë nga ju që më ndjekin që jetojnë në Birmingham, ishte çdo gjë gri, domethënë ul avioni ishte çdo gjë gri. Po pash ato fushat, aq të strukturuara, aq të sistemuara, gjelbërim, po shikoja nga lart se si ishte Anglia, ndërkohë vetëm një pyetje ishte në mendjen time që ku do gjej unë punë, ku do gjej unë shtëpi, si do ja bëj me vllajin, si do na ecë jeta, 100 pikë pyetje. Dhe aty sikur ndjeva për herë të parë pak si tronditje psikologjike, emocionale. Shkoj çdo gjë mirë, disa muaj ndihim te kushëriri, flinim në tokë, se s'kishte vend ku të flinim, gjetëm një shtëpi tjetër, s'kishim para ta mobilonim, një shtëpi e vjetër, fjetëm në tokë një muaj e gjysmë bashkë me vllajin.
sakrificat që vetëm emigrantët i kuptojnë. Ju në Shqipëri duket çudit flesh në tokë. E di, por emigrimi nuk është ajo gjëja e bukur me ngjyra dhe me lule që ju shikoni. Dhe nëse keni dikën me emigrim që ju sjell dhurata dhe para, e bën sepse akoma nuk ka punuar me veten, jo sepse ka të lehtë ta bëj. E bën sepse ju përfitoni nga ai emigrant, jo sepse ai ka të tepërt ato para. Ai nxjerr me gjak dhe duke shtrënguar dhëmbët për ditë ato para. Dhe këtë gjë vetëm një emigrant e kupton. Gjera punën e parë, me gjuhën si isha aq mirë. Fillon shenjat e para të ankthit, edhe e vura re në dëshirën që kisha për mos të bërë asgjë, për mos të dal nga shtëpia. Ankthi ka qenë aty gjithë jetën, sepse nga traumat që kam kaluar e kisha një shenjë të vogël të ankthit, të stresit pas traumave. Por nuk e dija çfarë ishte deri në momentin që u bëra profesioniste në këtë fushë. U bëra profesioniste në radh parë pa diplom, për veten time, mu desh të mbijetoja dhe pastaj me diplom për shqiptarët, për të ndihmuar të tjerët, që ishin në rolin tim, në vendi ku kisha qenë unë. Vendi ku isha unë ishte shumë i errët, jo vetëm aspekti fizik, se vërtet Anglia e errët ishte, mungonte dielli, po dhe aspekti emocional, sepse njerëzit aty kishin vetëm një qëllim, vetëm një pyetje të bënin, ishte një nivel që sa e ke rrogën? Sa paguesh? Ku punon ti? Punë, do me thënë puna, rroga, zvarritja, mbijetesat, sopa e bukës, supermarketi, shko aty në qendër të Birminghamit, se është pazari, i ke me kaq 3 avokado, i ke me aq, do me thënë një mbijetesë, një luftë për ekzistencë, që unë thash, po unë pse erdha këtu, pse i lash të gjitha, për çfarë? Dhe aty filloi ankthi përforcoj, po nuk isha dorë sepse isha trajnuar që e vogël, do isha ushtare e bindur, do ecja para, do punoja, të nxirrja para për vetet, ndihmoja edhe prindrit, kështu që herë para jona nuk dija se si të hiqja dorë, nuk ishte në natyrën time që unë të hiqja dorë. Fillova 2 punë, fillova të përktheja, përmirësova gjuhën në restorant, për këtë gjë më ndihmoi shumë puna si kamarier, dhe fillova edhe të përktheja. Kam ndihmuar shumë shqiptare aty, sepse ishin në kushte të vështira, në fakt, në pjesën e përkthimit, që të mund të merrnin dokumentat, sa kam pas në dorë i kam ndihmuar. Edhe ankthi po shtohej derisa erdhi një pikë që unë nuk bëja dot më përkthime. Nuk bëja dot më tendosej diçka këtu brenda meje më ngurtësoj, nuk mundesha më. Mbrapa kishim në dyqen ushat e mia. Si do merrin dhe qend nga Shqipëria, se bëj fjalë që ti braktisni, ne i shpëtonim nga rruga, qend e rrugës, do braktisnin në qend tanë që i kishim rritur që të vegjël. E Janis, edi me vllajin tim, nga Anglia, më e di, po, nga Anglia, në Belgjik, kështu, peripeci, në Francë ndaluan se pasaporta shqiptare qende spinte ujë, ngelen një natë në makinë 3 burra e 2 qenë, dhe gjëra kështu, këto vetëm të shkruajmë libra për këto se janë shumë emocionuese në fakt, po mos të ishin ato 2 qenë, unë s'do i mbijetoj ato depresionit anglisë. Jo, ato më shpëtuan jetën, sa kisha mendime për vetë vrasje, se situata u bë shumë e vështirë. U bë më e vështirë derisa arrita 3 ditë, nuk laja dhëmbët, nuk bëja dush, haja shtrirë në krevat, nuk çohesha të vija në kuzhinë, nuk dilja nga dhoma e gjumit, fare zero. Dhe mbas 3 ditësh thash se aq kisha dëgjuar, tha mos më kanë bërë magji. Me të imagjino trurim në ato moment, mua tani vjen për të qeshur, por e kuptoj shumë mirë veten time të shkuarën. Edhe pse isha profesioniste në një fushë mjekësie, i kisha harruar të gjitha ato që hapa trut 5 vite në përprovimin në fakultetin e mjekësisë, dhe vetëm gjë që më vinte në mendje ishte mos më kanë bërë magji. Mos më kam bërë magji, pastaj ndalova dhe për të bëj një test shtatzanie. Dhe isha shtatzan, pastaj thash me vete, mo tani do vi fëmia, do më kalojnë gjithë, do më shëroj fëmia mua. Fëmia nuk vjen të të shëroj, fëmia vjen të të shkundi nga themelet, kalvësirat e tua. Fëmia që erdhi në jetë, vajza ime, panorea, më ri drejtoj jetën, se i po shkoja drejt greminës, pa e kuptuar, ajo më zgjoj, i dhash drejtin jetës. Se tani po njiheni me një aspekt timi që s'është se keni dëgjuar më parë. Kështu që prandaj e ndij që po më dëgjoni dhe po më shoqëroni në këtë reflektim që unë po bëj me veten. Unë nxita edhe nga që mbusha 9 vite në fakt, si emigrante në emigrim, edhe prandaj edhe doja ta ndaja më shumë këtë reflektim të thellë. Kaloj shtatzania, kam qenë domethënë shtatzani kështu, digani shkurtabiqi. Një ditë ndjesha mirë, filloja bëja zumba në shtëpi.
Mami thoshte, Korba, ç'bën kjo vajza vash, mos u hidh shumë, se këtë mentalitet kishin që kur je 7 zanë. 3 muajt e parë njëri isha shtrirë në krevat, nuk haja dot asnjë gjë, vetëm lëng portokall, brokoli, patate, kaq, s'm pranonte asnjë gjë organizmi. Muajt e tjerë isha një ditë këtu lart, ndihesha mirë, ditën tjetër grop. Thoja, po unë ç'a dua këtë fëmijë? Unë s'jam e lumtur me veten. Po si do ta lind unë këtë fëmijë? Po sikur të vdes aty unë në lindje. Po a do e rris dot unë fëmijën, mo jam e aftun të rris një fëmijë. Këto mendime po më shqetësonin shumë, jashtëzakonisht shumë. Ishin ato të dyja, se isha vetëm në shtëpi, të gjithë në punët e tyre, vllai, prindrit, të gjithë në punë. Isha vetëm në shtëpi. Dhe vinin qenushet. Më rrinin aty sa kisha mendime, më qetësonin, ato më mbajnë çik mendjen Terezin. E nuk flas dot shumë për këtë temë, se një nga qenushet e humba në 10 gusht edhe akoma e kam plag shumë të njom, edhe nuk flas dot për të, se filloi preken dhe s'dua të shaj tani në live. Se mbledh po tani, po përpiqem ta mbledh shumë. Lindi vajza. Një ndër eksperiencat më traumatike të jetës sime. Shumë traumë. Procesi i lindjes, sepse ishte lindje komplet natyrale, pa epidurial, pa asnjë gjë, trim e madhe, do i bëj të gjitha vetë, sepse kisha shumë frikë nga ato. Pak rrezikshmëri që kishte pjesa epiduralit që se mund ta tërhiqnin fëmijën nga koka në rast se unë nuk kisha mundësi ta nxjerrja vetë. Kështu që thash të rrezikoj jetën e fëmijës jo, kështu që do e bëj vetë, ka qenë një torturë. Edhe shumë detaje nuk është se jam gati të ndaj nga lindja, por që ka qenë goxha traumë. Por, momenti që lindi vajza është momenti më i lumtur. Ditët e para nuk e di ku isha, në tokë, në qiell, se vajza vetëm qante 24 orë non stop, ka qenë fëmijë që qante, ditë natë vetëm qante, 3 muaj rresht, pa gjumë, me raskapitur, Edi kishte këtë modelin e nënës, shqiptare, çka kish parë që nëna e lind, nëna e mban, babai se di ku është, për çfarë është. Vajza qante që ma sillte mua, ndërkohë që unë nuk e duroja dot më kur qante, trupi i ndridhej kur qante, doja qetësi, doja mbështetje se kisha nga askush. Nëse flisja me maman e Edit në telefon, më jepte këshilla, unë s'doja këshilla. Nëse vinte mami im në dhomë, më jepte këshilla, unë s'doja këshilla. Edi më thoshte merre se ti e mamaja ti e ke lindur. Dhe unë nuk dija ku të arratisesha me një fëmijë të porsalindur që nuk e duroja dot kur qante. Por këto nuk ishin shenja thjesht postpartum mbas lindjes, ishin të fshehura aty, sepse se kisha bërë ndonjëherë punën me veten. Ishin ato lëndimet e fëmirisë të pashëruara, ishin ato bllokimet e mia, prandaj them duhet të punoj me veten, se ne nuk mund të presim të ndodhi diçka që të na nxisin edhe të na ngacmojë errësirën. Duhet ne të jemi të afta, pastrojmë errësirën në mënyrë që jeta të vi rrjedhshëm, lirshëm siç duhet të vi. Unë se kisha bërë punën dhe unë them lusi ata që shërojnë veten para se të sjellin fëmijën në jetë, sepse kanë jetën shumë të bukur, edhe shumë të lehtë. Është apo s'është kështu? Ne nga që nuk e kishim bërë punën me veten, nuk e kemi shijuar dot prindërimin, vitet e para. Tani kemi filluar të shijojmë që punojmë pak me vetë kontrollin me veten. Tani jemi gati të bëjmë prindër. Shqipëria është vështirë të gati të bësh prindër. Si? Tani jemi gati të bëhemi prindër. Është pak e vështirë të bësh prindër, sepse të kesh një... Ç'e zëri? Se të gjenë gratë andej nga tavolina ngjitur. Pastaj më pëlqeu arsye timi që do thoje. Jo, do thoya që të jesh gati për të bërë prindër ka shumë punë. Punë me veten pra. Ka shumë punë. Puna me veten është gjithçka. Ka shumë punë me veten. Së shprinderimi mbaron 3 minuta në krevat edhe pastaj lind fëmijën edhe nuk është. Ka shumë ndryshime që duhet të jesh i përgatitur ti si nën, si baba i ardhshëm për të sjellë një jetë fëmijë që ne sishim. Sishim. Nuk ishim. Tani që jemi gati ne, tani të rrisim këtë që kemi, vetëm po e lindë ti të dytën, se unë s'lind më. Po e lindë ti, e bëjmë. Edhe në muajin e tretë, situata arriti aty ku s'mbante më. Ika një ditë nga shtëpia,
Të gjitha këto nuk janë gjëra që si keni dëgjuar, ata që kanë lexuar librat e mi kanë dëgjuar, transformoj jetën tënde, sidomos e kanë dëgjuar herë tjetër këtë histori. I ka një ditë në shtëpi, sepse vajza pëlqente shumë, këta më jepni kjo ide për të pirë, domethënë thua ti unë isha një lop, më fal për termin, që mbaja një fëmijë që më dha Zoti rastësisht e unë e mbaja dhe kisha harruar unë t'i jepja për të pirë, ai qante dhe unë sa mirë po qan. Dhe këta ajde për të pirë, ka pirë, që mua më vinte t'i kapja të gjithë t'mbysja dhe e lash vajzën dhe i ka zbathur, po binte shi, ishte ftohtë kur kam ndier atë shiu, domethënë rroba që më ngjitin trup, ajo bluza nga shiu dhe këmbët, çorapet e lagura nga dheu, aty ndalova tash ku po shkoj unë, ç'a po bëj? Po pse ata të çmendur do marrisin mua vajzën, po nëse është dikush i çmendur janë ata, nuk jam unë. Se filluan dhe etiketimet, pastaj ti si e mirë, ti si e në Terezi. Filluan dhe etiketimet që se vetëm ti ke lind fëmijë. Po gjyshet tona që bënin nga 7-8. Pra unë jetoja e rrethuar nga ignorant, të cilët ishin të pa informuar për emocionet e një nëne të re. E shikoni një nënë të re thjesht si një makineri që lind fëmijën, i jep qumësht fëmijës dhe e rrit fëmijën. Po aspekti emocional, po hormonet, askush nuk ishte i aftë të më kuptonte. Dhe muajin e tretë, unë përjetova atakun e parë të panikut. Sepse isha duke bërë një debat me Edin, nga që Edi atë periudhë se kuptonte që unë kisha aspektin tim emocional, po hecte rrugës para meje, me idenë që unë kam të drejtë, dhe unë theja ky se s'më kupton, dhe trupi im u dorëzua në ato momente, u rrëzova në rrugë, larg po vinte një makinë, erdhi Edi pastaj, lëshoj çantat, se po kthesh nga supermarketi, lëshoj qeset me pazarit që kishin bërë, më ndihmoi të çohesha. Por që pasi shkuam në shtëpi unë isha komplet e shkëputur nga realiteti. 3 orë nuk e kapja dot vajzën, asgjë, vetëm rria kështu. Dhe domethënë mendoja, i shikoja të gjithë dhe thoja i urrej të gjithë. Doja ta arratisesha. I urrej të gjithë, askush nuk e kupton luftën që bëhet këtu brenda. Vajza qante dhe unë i thëra mamit, të lutem mere, jepi biberon, çfarë të duash, ma hiq, nuk e duroja dot. Nja 3 ditë kështu se duroja dot, pastaj fillova të kujdesesha për vajzën prap, se është ai instinkti nënës që nuk të lë të heqësh dorë, dhe ai më ka mbajtur gjallë që jam këtu para teje dhe flas, vetëm vajza. As prindër, as burri, as kush, vajza ime më ka mbajtur gjallë. Mua dhe Zoti kuptohet që më dha forcën që të bazohesh atë instinkti i mëmësisë. Tani unë që ta tregoj këtë duhet të ri me orë të tëra, po unë po i bie shkurt. Çam duke treguar shkurtimisht. Kaluan disa ditë në këtë gjendje që po përjetoj atak paniku, më fillonte dilja ndritare, i thoja vetes, do e kontrollosh edhe pak. E humbja kontroll. Edi, të lutem shpejt, po i flisja të më afroj Edi sepse më dukej në ato momente sikur do vdisja. Edi më thoshte, po ç'a ke, po jam unë këtu. Dhe atëherë kaloja në atë fazë më të vështirë të një paniku, atakut panikut, që sistemi nervor ishte komplet jashtë kontrollit, kontrollin e kishte marrë sistemi mbijetesës, frymarrja shumë e shpeshtuar, trupi im ishte në luftë, djersitje e duarve, mpirje e muskujve, nofullave, rrëzim total. Dhe nuk flisja dot. Dhe këmbët, domethënë nuk është se i kontrolloja dot të çohesha me njëherë, kishte raste çohesha, kishte raste më shumë se 20 minuta isha si e mpir. Vazhdoj për shumë gjatë, deri në fund të gushtit 2019, ku i kam thënë Edi dua të iki nga Anglia. Po që t'i thoja Edit këtë që dua të iki nga Anglia, kur Edi ishte i sistemuar në Amazon, kishte punë të mirë, ndihej mirë, kishte shumë pagesë të mirë, kishim 2 makina, jetonim në një lagje shumë të mirë, kishim krijuar deri diku atë jetën tonë sipas mendjes sonë dhe vetdijes aktuale në atë periudhë. Dhe unë i thash dua të ikim. Për familjarët tanë njëherë që kështu, filluan të gjithë të qanin pa ikur, familjarët e mi, pa ikur ne. Se kam thënë ndonjëherë, po do ta them, e vetmja vështirësi që kisha për të ikur ishin vetëm 2 qenushët, ku do i lëm thoja. Vetëm për ato do, se në ato momente me familjarët vërtet e kështu, po prap nuk e kisha humba të lidhjen shpirtërore sepse nuk ishin aty për mua kur unë u rrëzova në tokë. Dhe nuk ju vë faj, unë i kam fal absolutisht. Nuk është se po i gjykoj, edhe Edin, ja ku e kam përballë dhe e kam fal, por kaq ditën, kaq bën. Imagjino sikur ti zemërt ti ishe informuar për anën emocionale të nënës së re para se të bëheshe baba. Sa mirë do më suportoje mua. Do ishte shumë mirë ta bëj çdo bashkëshort, çdo burr këtë gjë. Është shumë e lehtë të bësh fëmijë, është shumë e lehtë të bësh fëmijë.
Po çështja është sa mund ta suportosh ti si burr bashkëshorten tënde dhe fëmijën tënd, sidomos anën emocionale. Sepse unë nuk doja, se të gjithë më thonin ti e ke në Terezi, prandaj unë nuk doja, kush do të vuaj? Unë nuk doja se askush nuk e ka idenë çfarë do të thotë jesh brenda një ataku panike sikur të ka marrë ajo tornado, ti aty në mes dhe ti nuk di çfarë do bëhet me ty. Do të thënë humb kontrollin, edhe vetëm i lutesh Zotit, më lër gjallë se kam fëmijën. Askush se ka idenë, vetëm ai që e ka kaluar. Edhe këta nuk më kuptonin, por që do ikim, e vendosëm do ikim. Edi tha, nuk mendoj të ikim, duro tha deri në prill, ta kalojmë edhe dimrin, të jetë vajza pak më e rritur dhe unë i kam thënë vetëm kaq. E mban mend? Nëse ne nuk ikim tani, unë kam frikë se do vras veten, sepse kisha shumë mendime të këqija, ekstreme dhe e dija që diçka do i bëja vetes. Por doja ta arratisesha. Dhe mendova se ma bënte Anglia të gjithë, po unë po arratisesha nga vetja ime, megjithatë bëra mirë sepse kur ndryshon vendin, ndryshon dhe perspektiva, ndryshon dhe energjia. U arratisa nga vetja, por shumë gjëra ndryshuan për mirë. Erdhëm në Tiranë, atë periudhë e familja Edit po bëj një dasëm që unë s'doja të isha sepse nuk doja të shikoja njëri me sy. Doja vetëm ngrohtësinë e Edit, të më përqafonte pa folur, të më mbante vajzën kur qante. Ndërkohë Edi më thoshte, jo kemi dasmën, jo kemi ato, jo do vemi ande, jo do vemi këte, jo familjarët, jo prindrit, jo ashtu po kështu. Dhe në një debat vajta në dasëm, por në një debat ekstrem që u bë, pas asaj dasme, unë përjetova për herë të fundit një atak paniku aq ekstrem dhe të fortë. Dhe aty diçka më goditi, më zgjoj. Aty u rrëzova në tokë, e kuptova që isha vetëm në këtë botë, e kuptova që Edi në nivel emocional nuk do ishte kurrë aty për mua, nëse unë nuk ndryshoja, nëse unë nuk ndihmoja veten. E kam lënë vajzën te krevati në gjumë, dola nga shtëpia, fika telefonin. Edi po merrte familjarët e mi me radhë, keni fol me Jonën ku është Jona, unë dola nga shtëpia dhe unë nisa drejt Pesës, psikiatrisë në Tiranë. Kam ecur deri në një moment ku te ai trotuar ishte një pllak. Që lëvizte, dhe ajo bëri një zhurmë për moment dhe aty ndalova. Ku po shkoj unë? Qa po bëjun me unë si kam besuar ndonjëherë kokrat që ti besoj sot, po i thoja vetes. Shikoja rreth e rrotull njerëzit më dukeshin si hije, jo si njerëz. Isha vetëm më duket poshtë çdo gjë. Zhurmat ndaluan. Ai ka qenë një moment që mund të them që sikur takova Zotin në ato momente. Sikur erdhi Zoti dhe më fali. Ajo pllaka që lëvizi më bëri të ndaloj. Ishte Zoti që po më ndalonte. Dhe thash, fëmija im është 4 muajsh. 4 muaj e gjysmë, po shkon 5 muaj. Po nëse unë marr kokra, kujdesen do të për vajzën time, po nëse marr kokra, unë do jem gjithë jetën kështu si invalide, nuk dua unë të jem e tillë. Unë si kam besuar kokrat asnjëherë, pse duhet unë të marr kokra? E di çfarë do bëj? Do i çoj në djallë të gjithë. Kjo është e biseda që bëra me veten. Edi, prindrit e Edit, prindrit e mi, njerëzit që vërtet nuk më kuptojnë, në djallë të gjithë jam unë dhe vajza ime, që nga ky moment dhe në vazhdim unë do bëj çdo gjë që jam unë e qetë me veten. Të gjithë le të iki, le të më lër dhe Edi të ndahem, jam unë me vajzën time. Dhe atë biseda, atë forcë mua ma dha Zoti në ato momente. Dhe që nga ai momente tani që po flas me ty, pjesa tjetër është thjesht histori. Është rrugtim, është punë me veten, po ai që momenti që unë zgjova. Dhe ata që e njohin Tiranën konkretisht u futa mes për mes spitale dhe isha mbrapa pediatrisë. Pediatria e vjetër nuk e di nëse ka ndryshuar. Pediatria i bie tjetë aty? Apo francezi, në mos gabim? Ne, francezi. Nga mbrapa isha, fiks aty të ajo rrugë shkova. Fiks deri aty arrita dhe ndalova. U ktheva mbrapa, shkova në supermarket, mora një pampers se nuk ishte vajza, letrat e lagura, në farmaci mora një formul. Edi ndërkohë ishte alarmuar, i kishte ikë ngjyra, familjarët e mi po bënin namin me telefonata, hapa telefoni kisha qindra thirrje të humbura, kunata, vllai, babai. Të gjithë, Edi, ku janë fut në dhomë kam parë prindrit e Edit të shqetësuar, kur futa në shtëpi Edin, po unë isha tjetër njeri. Edi e kuptoi që në ato momente që unë isha tjetër njeri, kishte ndryshuar lëkura ime, shikimi im, qenia ime, shpirti im, energjia ime, çdo gjë. Vajzat e vajza e mora, e ndrova hasi, Eni ju fola e buzëqeshur dhe isha shumë e prerë. Në datën kaq i thash Edit ne do ikim. Ikëm, gjetëm shtëpi këtu në Sarand.
edhe ndë një disa muaj derisa ikëm sërish në Vjenë. Po që nga ai moment ajo jone i thash lam të mirën, aty ajo pllaka që lëvizte në trotuaret e Tiranës. Dhe që atëherë që unë fillova të punoj me veten, Edi gjithmonë më shumë më kuptonte. Shërimi që unë i bëra vetes, nuk e bëra vetëm për vete, e bëra edhe për marrëdhënien tonë, e bëra edhe për fëmijën tim, e bëra edhe për familjarët e mi, e bëra edhe për këta që më ndjekin këtu në Instagram. Se vërtet i shikoni njëri të suksesshëm dhe thua, po si ja bëre me që ke vuajtur, se ja unë s'po luftoj dot. Po vjen ai momenti që ai Zoti që të ka krijuar me kaq shumë dashuri, do nxjerrë një pllak para teje që do lëvizi, do të bëj të ndalosh. Dhe do e kuptosh që zgjidhja nuk janë kokrat dhe medikamentet, dhe do e kuptosh që po të braktisësh veten dhe të bësh debate me burrin non stop, e të bësh debate me prindrit, me motër e me vlla, nuk bëhet. Jo, nuk do bësh më debate, do i thuash ky është limiti im, kjo jam unë. Dhe kështu shkurtimisht, po që është shumë histori e bukur që ndonjëherë do dua të shkruaj libër, por jo tani. Jo tani. Jo tani. Mbas shumë e shumë vitesh. Tani jo. Që aty do njihni një version timi që se keni njohur ndonjëherë. Ndoshta dhe e di shumë gjëra, ndoshta si di. Aty ata që më kanë urryer nëpër rrjetet sociale do thonë po pse urriem kot. Siç më tha njëra, patjetër edhe kërkoj ndjes që të kam thënë jeshtë atzan gjithkohë, tani e kuptoj pse u shëndoshë. Më fal. Hajde. Kjo ka qenë deri diku, po s'është se e kam parë veten si viktim. Deri në momentin kur ndalova, shikuari veten time si viktim, aty ndryshoi jeta ime. Punë shumë të fortë, punë shumë e disiplinuar, shumë disiplinë e hekur tamam, shumë disiplinë e hekur. Vazhdoj akoma të punoj me disiplinë, me përmendimet e mia, sidomos prioritet, nuk ka lidhje edhe sfidat që kaluam me vajzën, sidomos 2024, nuk e lash mendjen në jashtë kontrollit. Mund të lija fitnessin jashtë kontrollit, mund të lija çdo gjë tjetër, mendjen time jo. Mendja është baza, bërthama, është ai generatori që shpërndan atë energjinë në çdo fushë të jetës. Nga këtu nis gjithçka, nga këtu do e shërosh anktin, nga këtu do mësosh se si ta fuqizosh martesën tënde, se si të fuqizosh lidhjen me fëmijën tënd. Gjëja më e bukur që un kam bërë në jetë është që shërova veten. Dhe këtë e them me plot bindje, jo vetëm për veten time, e kam bërë edhe për vajzën time. Jemi një familje që jemi shumë të lumtur, jo sepse kemi diçka ndryshe nga familjet e tjera, po në vend të kaosit ose në vend të asaj ndjesisë së mërzitshme që mund të ketë një familje që ulen në divan dhe rrin, neve muzikë, kërcejmë, qeshim, argëtohemi, lozim. Ato që nuk janë bërë në familje tona, as time, as të Edit, ne po i bëjmë te familja jonë e vogël. Dhe shërimi që unë i bëra vetes ndikoi drejt për drejt te çdo njeri që u afrua te unë, te çdo njeri që ishte afër meje. Në fillim e kishin të vështirë të respektonin këtë rolin tim të ri që unë kisha marrë. Deri në momenti kur unë bëra intervistën e parë në televizion, sepse dhe në rrjetet sociale nuk e kuptonin. Kur unë bëra intervistën e parë te Rudina e kam bërë, që pranova, domethënë ishte intervista e parë në televizion, se në radio kisha qenë e ftuar disa herë. Aty të gjithë familjarët më merrnin në telefon pas asaj interviste, pse s'na them më herët, si nga njerëzit e mi, si nga njerëzit e Edit, ndiheshin në faj. Po ta dinim nuk do të bënim aq presion, e po ja që ne nuk kemi asnjëherë nga ta dim se sa vuan dikush në heshtje. Prandaj unë e them gjithmonë, ju lutem mos bëni pyetje që lëndojnë, mos bëni komente që lëndojnë, mos bëni gjykime që lëndojnë, sepse asnjëherë nuk e nga ta dish se sa vuan tjetrin në heshtje, sepse ka ca njerëz që e maskojnë shumë bukur vuajtjen, unë jam një nga ata dhe shumica e njerëzve që vuajnë e maskojnë vuajtjen me një buzëqeshje. Por jo çdo njeri që buzëqesh është i lumtur dhe në paqe me veten. Jo. Vuajnë në heshtje shumë njerëz. Prandaj duhet kemi kujdes me presionin që i bëjmë të tjerëve, me ndërhyrjet që bëjmë. Sidomos ju çiftet e reja mos lejoni prindrit, as mami babi i vajzës, as mami babi i djalit, je ti me bashkëshortin apo me bashkëshorten tënde, jeni ju të dy, mos lejoni ndërhyrjet e prindërve t'ju shkatrojnë jetën dhe marrëdhënien tuaj. Sepse në një periudhë të shkurtër e lejuam dhe për pak e humbëm këtë marrëdhënien tonë. Deri në moment që unë shërova veten dhe dija se si ta kisha qasjen e shëndetshme ndaj prindërve të Edit, ndaj prindërve të mi. Një limit i shëndetshëm që mua mos të më prishej Terezia me prindrit e tij dhe ati mos të prishet Terezia me prindrit e mi. Kur Edi thotë jo, unë t'ja respektoj jon. Kur unë them jo, Edi të më respektoj jon. Çdo gjë sipas ndjesive. Një njeri që nuk më jep ndjesi të mira, qoftë familjar im apo një i panjohur, unë e dua larg. Larg, nuk më intereson kam lidhje gjaku apo jo.
Ama një njeri që më jep ndjesi të mira, qoftë familjar apo qoftë i panjohur, kam dëshirë të rri me të. Kështu që bëra shërimin e vetes, që ti po më dërgon këto zemra tani këtu dhe ti po më ndjek. Në një ditë të shtune që mund të bëje shumë gjëra të tjera, po më ndjek mua, që tregoj historinë e jetës, sepse ka diçka të bukur, ka pak magji të kjo historia ime. Është magjia se si unë arrita ta pranoj, ta dëgjoj dhe ta shikoj ndihmën që më dha Zoti. Në ato momentet ajo pllakë vjetër trotuari e thyer që lëvizte ishte Zoti që po më fliste dhe më jepte ndihmë, më tha jo në zgjohu, jo te kokrat, jo te lufta që do bësh me Edin, nuk do futesh në atë vorbull negativitetit e të tjerëve, do mësosh të thuash jo, do duash veten tënde, do bësh veten prioritet. Dhe për atë vajzën që më pyet dje se si ka mundësi që e gjën vullnetin i bën të gjitha këto. E bëj për Jonën e vogël. E bëj për atë vajzën e vogël brenda meje. Sepse po se bëra unë kush do e bëj. Askush se kish bërë deri në momentin që unë isha 30 vjeç që shërova veten. Po të ishte do e kishin bërë të tjerët, nuk do përfundojon me ankth me depresion. Ja që nuk diti askush si të më suportonte mua dhe këtë energji që unë kam. Sepse për dikë unë mund të jem shumë e çuditshme, për dëshirat dhe ëndrat e mia, për energjinë, për diku mund të jem too much, kërcej më shumë, qesh më shumë, flas më shumë, çoj zëri më shumë. Po për atë Jonën brenda meje, jam unë jam unë. Kjo është esenca ime, kështu ka bërë Zoti. Dhe askush nuk di të suportoj ty. Askush nuk e pranon dot esencën tënde, po dhe ata që e pranojnë nuk dinë se si t'i japin atë dritën e duhur shpirtit tënd që më në fund të lulëzojë në këtë jetë. Je ti. Je vetëm ti që mund ta bësh. Dhe unë kam shumë besim te ty që do e bësh. Ti inkurajoj të fillosh punën me veten, sepse nuk paguhet me para. Nuk paguhet me para, jo ndjesia pasi ke shëruar veten, pasi ke bërë punën, nuk paguhet me para. Shumë nga ju e dinë sepse kanë bërë rrugën, nuk paguhet me asgjë. Të gjithë pasurinë e planetit e ma vën këtu para, unë nuk e doja kur isha në grop në errësirë, nuk më bënin asgjë lekët pasuria askush. Imagjino mos të do bëjnë dot asgjë as prindrit, as partneri yt. Sepse kur ti je në errësirë me veten, as fëmia yt mos të bëj asgjë, se kur je në errësirë me veten, nuk ke se si të shikosh shkëlqimin e lekëve, të njerëzve të tjerë, të pasurisë, jo. E vetmja dritë në jetën tënde që vërtet ty të trondit, edhe është do me thënë se për ty është drita e zemrës tënde, sepse fillon nga brenda jashtë. Dhe po nuk e ndezë atë dritë, asgjë në jetë nuk do të shijoj. Prandaj të inkurajoj të fillosh sot punën me veten. Me mundësitë e tua që ke. Bëra një video dje. Ajo video që bëm bashku për reflektoni për njerëzit që thonë s'kam mbështetje. Që thonë s'kam mbështetje, s'kam lek. Dua të them diçka shumë të sinqertë. Nga që në ato momente, kur isha nisur drejt psikiatrisë, kur kisha lënë vajzën te shtëpia, kur njeriu që supozoj do më mbështeste më shumë nuk arrinte të ma kuptonte shpirtin dhe dhimbjen, dhe është normale mos të ta kuptoj dikush që nuk e ka kaluar vetë, nuk mund t'i gjykojmë, duhet të mësojmë ne ta suportojmë vete, por duhet të them diçka tjetër. Në ato momente, unë i premtova vetes edhe diçka tjetër, që unë po ja dola, unë do flas, do e them me të madhe këtë gjë, nuk dua ta mbaj për vete. Unë po ja dola, nuk dua më që të shikoj 2-3 zvaranik që përfitojnë nga njerëzit, që mund të jenë terapist apo psikolog, edhe ju marrin lek njerëzve apo i lidhin me kokra gjithë jetën nga 15 vite, nga 15 vite, i lidhin me kokra apo seanca i njëjti psikolog, si mund ta mbash ti njëjti psikolog të njëjtin njerëz 10 vite? Jo, mbaje 2-3 muaj, 6 muaj maksimumi, një vit dhe hiqe, thuaj nuk ndihmoj dot më kaloj te tjetri. Sepse ti je zhvat nga lekët. Dhe unë ato momente thash po ja dola dhe po funksionoj, do i ndihmoj të gjithë. Dhe tani që ne flasim, ka qenë shtator 2019 dhe tani jemi nëntor 2025. Dhe unë kam 1000 video në YouTube, e mbajta premtimin, jo vetëm për veten time, po dhe për ty. Janë 1000 video në YouTube që ti ke seminare për ankthin, video për ankthin, reflektime për ankthin, çdo gjë që të do zemra ty, jo vetëm për ankthin. YouTube është plot me video për të gjithë shqiptarët që nuk kanë lek. Unë vërtet bëj trajnime me pagesë. Kam disa trajnime me pagesë, po është 10% me pagesë të asaj që unë ofroj. 90% unë i kam gjitha falas, që të ketë akses çdo njeri që vuan siç vuajta unë. Sepse vuajtja më e madhe në jetë, e di dhe kur humbet dikë të dashur, vuajtja është, po vuajtja më e madhe në jetë është kur ti je në luftë me veten.
Sepse kur humbet dikë tjetër, të kuptojnë të gjithë, vinë të përqafojnë, të thonë mos u mërzit, përpiqet të t'japin këshilla. Kur ti humbet veten tënde, kur je në luftë me veten, askush nuk di se ti ta jap këshillën e duhur, përveç atij që e ka kaluar një herë dhe ja ka dalë me sukses. Kështu që unë me gjithë shpirt punova shumë fort këto vite, duke rritur vajzën, duke rritur veten, po duke lënë edhe gjurmë mbrapa, që do ju shërbejnë atyre që po vuajnë tani siç vuajta unë para shumë vitesh. Po, unë kam dalë nga vuajtja, por nuk jam naive. Jam shumë e dashur, i dua njerëzit, bëj shumë për njerëzit, po e dua shumë veten. Dhe shumë limitet hekurt. Nëse unë ty të jap këtë, edhe ti e merr dhe thua, po ti ke edhe një tjetër në dorë, ma jep dhe atë të them, e di se shpuna, ma jep pak këtë që të dhash, pse si e mirënjohëse që ta dhash? Pse nuk je mirënjohëse? E marr këtë dhe ja jap Edit që është mirënjohës. Unë jam shumë e drejtë për drejtë me njerëzit, i dua shumë njerëzit, por mos mirënjohësit dhe ata që nuk duan të punojnë me veten, po justifikohen, unë i distancoj, nuk i dua as në akademi, nuk i dua as në trajnime, nuk i dua as në jetën time, apo nuk i dua as në mbledhjet familjare. Se fatkeqësisht shumë familjarë të tillë kemi dhe unë dhe Edi, nuk i dua. Unë dua njerëz me zemër dhe mendje të hapur. Ata i ndihmoj me gjithë shpirt dhe jam këtu për ata, po dhe ata në një limit të shëndetshëm, sepse jam unë vi unë e para, sepse luftën e bëra unë me veten. Kur askush nga ju nuk e dinte që unë ekzistoja. Kur e morët vesh që ekzistoja, kur kisha diçka për të dhënë aty jashtë. Pra çdo gjë është me limit. Hapim pa komentet. Hapim pa komentet. Tani është mirë të hysh edhe ti te live apo ke hyrë? Ke hyrë, sa i mirë qesi. Me ikin komentet shumë shpejt, dhe aty është momenti që ti ndoshta kap ndonjë koment që më ikën. Mendoj qët Livia thot më preke shumë. Ola thot ti e dritë. E mendoj që e kuptua të rëndësin e shërimit të vetes, e kuptua se sa rëndësi ka që të bësh punën me veten. Dhe mbi të gjitha, e kuptoni se sa rëndësi ka që kur ti zgjedh të punosh me dikë, mos puno me atë që ka famën më të madhe, titujt më të mëdhenj, puno me atë që e ka kaluar vetë. Nuk të kupton askush në jetë përveç atij që e ka kaluar vetë, sepse jeni në dy dimensione të ndryshme. Luda Rexhepi, bëje një fëmijë se gabon, i bie pishman më vonë. Ja, për këta njerëz e kanë fjalën që japin këshilla boshe, domethënë, edhe kanë kokën, nuk e di çka kanë në vend të trurit, Luda me njerëzit e tjerë. Prandaj them duhet shërimi vetes, duhet shërimi vetes, duhet shërimi vetes. Ajo ashtu e mendon dhe unë nuk është se ja ndryshoj dot mendjen e saj, se unë kam fol një orë dhe pas u ndryshua mendja, normale ajo e tha këtë, e lëshoi atë perlën e saj të ditës. Por çështja është që duhet të ndryshoj se s'mund të japësh këshill të një të panjohur. Nga ditë do sa mund të bjerë pishman një panjohur, sa fëmijë do një panjohur, sa shiko punët e tua aty, po të tuat, jo të fëmijëve. Imagjino të kenë djem këto, janë nxin jetën uses. Punoni me veten, më hapni trut, më lëri ç'to duhet ty, të ndërhysh ti të jetë sa fëmijë bën tjetrit, ndërhysh. Çfarë janë këto budallishe? Populli prapa mbetur, më popull që duhet hapi trut. Se fala shumë urtë deri tani më duket. Prandaj duhet të punoni me vetëm, në hapni trut. Ç'është kjo vend e pa vend, jepni këshillat tuaja. Kalbësirat tuaja i nxirrin çdo tavolinë që uleni. Jo, askush s'do të dëgjoj kalbësirat e tua, ec. Vetëm do kalbeni gjithë jetën. Ose do të dorish me ato si puna jote, do bëni thashë theme gjithë ditën. Do ju braktisin djem, nuse, vajza, dhëndër, të gjithë do ju braktisin. Siç po braktisim ne prindrit tan, nuk kemi dëshirë të pim kafe nga 2 orë me ata. Nuk kemi, çfarë do flasim ne me prindrit tan? Të na ulin energji, të na kthejnë aty ku kemi qenë. Do ju braktisin të gjithë, po nuk punuat me veten, në azile do përfundoni. Se s'të mban fëmia jot kot sot të dëgjoj broçkullat e tua. I ke shkaktuar trauma. Ka bredh në përbot të bëj lek, i merr dhe lekët, i bë dhe shtëpi me lekët e fëmijës ndë emigrant. Vetëm në azile do përfundoni. Punoni me veten, sidomos ju, mosha juaj, hapni trut. Punoni me veten, jepni këshilla boshe. Popull me trurin mbyllur, hapni më trurin. Hapni trut aty.
Ama no fiqo me kë më krahason në qafsh. Me kë më krahason. Koment koti. Ky live është $1 milion, thot. Kush thot? Olkesa. Ma trego zemër se më po më hikin shumë komente. Olkesa, ky live vlen $1 milion. Faleminderit shumë për vlerësimin e dashur. Faleminderit shumë që je këtu mbi të gjitha, se më pëlqejnë njerëzit që kanë këtë mindset që e vlerësojnë këtë energji, sepse ti e kthen këtë energji mbrapa dhe unë e marr, ja shiko se si vazhdon edhe rritet vetdia dhe shtohen më shumë shpirtra në këtë dimension ku ne jemi, në këtë dimensionin e vetëdijshëm. Tjetër thotë kam lexuar librin tënd. Historinë dhe jam prekur shumë, thotë. Ka shumë e vujta vonë, thotë. Faltere video tënde, thotë jam. Ku jam? Eleni, e njoh Elenin. O dritë kam lexuar librin tënd dhe historinë dhe jam prekur shumë sepse ashtu vuaja dhe unë po fal teje dhe videovat të tua janë këtu ku janë. Sa ka si Eleni? Mirë. Pse më ikin mua këto? Atëherë, dashur, kur e kujton historinë tënde, nuk të zë prapa atak paniku. Jo, nuk po qesh. Ja, të mbyll pa komentet. Jo, ta shpjegoj. Nuk po qesh sepse nuk ka kuptim pyetja. Shpyetje shumë e rëndësishme dhe shumë e bukur. Po ata të përjetësh një atak paniku, nuk është të me të thjesht fole për ata edhe nuk ka lidhje. Kur ti bën punën me vete, në arrin çdo reagim emocional që ndodh në trupin tënd nga një shkaktar i caktuar, ta shpjegoj me fjalë thjeshta, ti arrin të bësh atë që quhet shkëputje nga emocioni. Pra ti shkëputesh nga emocioni dhe emocionin ti e vëzhgon nga se ka ardhur ky emocion, si ndodh, pse përjetohet dhe si mund ta ndaloj. Pra, unë flas tani për historinë time si kur i ka ndodhur dikujt tjetër, sepse jam shëruar edhe nuk më tremb me një atak paniku. Nëse ti je këtu përballë meje dhe përjeton atak paniku, me 2 lëvizje e di si të të qetësoj. Normale që nuk trembem, normale që nuk më fillon me atak paniku, sepse i kam zgjidh lëmshin që kisha brenda vete, sepse di se si të them jo, sepse kam shëruar traumat e mia, sepse di si të bëj veten time prioritet, sepse di se si të distancohem nga njerëz dhe vende që nuk më japin ndjesie të mira. Pra ataku paniku tok është një gogol që po të flasi për atë do zgjohet. Nuk është gogol që do zgjohet po folëm për atë. Është një kushtëzim, një gjendje emocionale, është një formë, le ta quajmë, që merr sistemi ynë nervor në bazë të çështjeve të pazgjidhura thellë në brendësinë tonë. Prandaj puna me vete nuk bëhet thjesht me video apo të lexosh një libër. Prandaj them kur bën ato trajnimet që ti i quan me pagesë apo falas, nuk do i quajmë me pagesë apo falas, do i quash trajnime 1 me 1, që të japun kohën time dhe ta paguash mbrapa, apo janë trajnime që do i bësh ti vetë me veten tënde. Prandaj trajnimet që unë bëj, do fillojmë tani në datën 12, janë 1 me 1. Për këtë arsye është tjetër gjë 4 javë që të zgjidhim ne shumë çështje kushtëzime të tua dhe tjetër gjë të shikosh ti video që flas unë. Shërimi nuk bëhet me të dëgjuar, shërimi bëhet me të vepruar. Shërimi bëhet me të vepruar, jo me të dëgjuar. Kështu që prandaj qesha, Eleni, jo se ishte që shërake pyetja jote, po. Ja, kështu imagjinova. Ankthi dhe paniku, si një gogol. Eleni thotë, unë ti flet për këtë se s'të fillon prap. Nuk e di, po ja, ti bëj dhe një shpjegim shtes, ti arrin një lloj maturie dhe pjekurie emocionale që ti je këtu dhe arrin të shikosh çdo gjë që ndodh brenda teje, sikur shikon një film aty te televizori. Ti thua, ky mendim pse ndodh? Sepse ky person më bëri një kërkesë dhe unë si thash do t'jo. Po nëse i them jo, ulet ky emocion, reagim emocional ulet. Pra veprimi që do ndryshoj herën tjetër është që do i them jo dhe do e shoqëroj me mendimin që unë kam të drejtë i them jo të tjerëve. Dhe kur këto mendime, emocione dhe veprime ndryshuren me njëra tjetrën, sistemi im nervor është në gjendje krijimi dhe jo në gjendje mbijetese. Dhe në këto momente unë di se si ta menaxhoj pra inteligjenca emocionale dhe unë nuk të vëfaj, sepse askush nuk na i mësoi dhe asnjë shembull nuk pam që të kishte inteligjencë emocionale në jetën tonë. Ishin njerëz të rritur në trup, në moshë, në vite,
por me reagimet emocionale të një 2, 3 apo 5 vjeçari. Sepse po pse qesh më zemër, është e vërteta, është e vërteta, se di ku qesh. Sepse nuk kam parë. Aq ditën aq bën, do thosh ti po ne nga i mësuam këto. Ndoshta e kemi në ADN ca kode drite më shumë. Ndoshta është mision shpirtit të zgjoheshim ne brezi ynë. Do e bëjmë, do i vëmë në punë. Hapi komentet se... I kam mbyll harova që i kam mbyll komentet. Ja i hapa tani. I hapa komentet, grupi jesë i kishë haruar mbyllur. Si po e pres të trajnimi në datë 12. Ma trego? Eriselda. Eriselda, thoto jonat që më ke bërë më duk sikur fola unë me dëshirë po e pres trajnim në datës 12. Po, në të mërkurën, datën 12 fillojmë me grupin e 17. Vërtet është grupi 17, po trajnimi nuk është në grup, është individual. Thjesht është ajo datë që ne do fillojmë me 30 pjesëmarrës që janë të trajnimit, 30 vende kam në dispozicion dhe do vazhdojmë 4 javë. Mbas 4 javësh pastaj nuk kam më komunikim, nuk kam më mundësi se si t'i ndihmoj secilin student. Albina thot më dreqe ditën, më vjen mirë e dashur që je këtu edhe që morë energji pozitive. Hapi komentet po më thot user 0701, sepse me zi pres të shkruajnë, apo shpirti me dashurim. Më shumë tjetë të që të kaloj dhe për të limikët kjo, në vetër për muajnë tjetër. Atëhere, fala veten time, u shërova, jam e vetme në këtë botë, ndjehe mirë, por sikur kam ngecë në këtë fazë, nuk po eci edhe më shumë çfarë të bëj. Okej, është pak shpjegim shumë i avancuar në fakt, edhe këto ngecjet, kur ti ngecesh në përditshmëri dhe në jetën tënde, dhe ndihet sikur nuk di çfarë drejtimi të marrësh, apo ndihesh sikur asgjë nuk të jep më kënaqësi, apo ndihesh sikur këtë rrugtim të shërimit e ke bërë kot, thua për çfarë shërova vete kur ende ndihem si e bllokuar. Shërimi ndodh me shtresa. Shërimi emocional ndodh me shtresa. Pastrimi i bllokimeve emocionale ndodh me shtresa. E kam shpërndar një herë në story, ishte një mandarin që ne e qëronim dhe nuk shfaqej fruti, po ishte një shtres tjetër që duhet ta qëronim, edhe një tjetër dhe kështu me radhë. Pra, shërimi emocional ka disa shtresa, ti ndoshta ke pastruar stresën e parë. Unë prandaj sugjeroj trajnimin përtej limiteve, sepse kalon përtej çdo limiti të çdo shtrese të shërimit emocional. Por tani grupi ka filluar ngelet në muajin janar, po mund apo me shumë mundësi muaj shkurt. Okej. Eleni thotë bëra pyetje sepse unë kur flas për ato që kam hequr më dridhet trupi sepse nuk je shëruar ende. Sepse shërimi nuk ndodh vetëm në mendje, ndodh edhe në trup. Duhet të pastrosh edhe energjitë e bllokuara nga memoria somatike. Truri ka një memorie, mban mend shumë. Unë shpëtim për vete kam gjetur stërvitje më ndihmon shumë. Stërvitjet më ndihmon shumë, po duhet alternuar puna me trupin me punën me mendjen, sapo e thash. Pra, të bësh aktivitet fizik dhe palestër nuk mjafton të shërosh veten. Ajo është shumë e rëndësishme për shëndetin fizik, për shëndetin mendor, për gjendjen emocionale. Domethënë, nëse mua do më pyesësh cili është ai zakon që do të lejoj vetëm një gjë të bëje. Për shembull, ato zakonet e shëndetshme, praktikat e shëndetshme, le ta quajmë, për mua është fitnessi, nuk e lë asnjëherë. Por formula e transformimit përfshin edhe punën me mendjen, edhe punën me bindjet, edhe punën me traumat. Skënderi thot, imagjinojeni Jona ju shëron këtu akoma pa filluar seminarin, kur fillojnë seminarin do vini sikur ëngjëj të shëruar në shpirt, mendje, zemër. Skënder, të falenderoj për vlerësimin. Është e vërtetë. Kam ftuar të seminari parë që do hapet për trajnimin. Janë 3 persona të cilët e kanë kaluar ankthin, kanë pas 15 vite me medikamente, me seanca me psikolog, kanë qenë shumë thellë, kanë qenë edhe të shtruar në spital për çështjen e ankthin dhe të panikut, pra kanë pasur simptoma të cilat mund t'i theksojmë si simptoma që nuk shërohen. Je i sëmur ti, do ngelesh gjithë jetën kështu, siç i thon profesionistët të cilët i shikojnë njerëzit si lek, si dollar, si euro. Unë që i shikoj si shpirtra, se e kam vuajtur vetë atë gjë, i kam ndihmuar dhe ata do flasin për këta personat e rinj, shpirtrat e bukur që janë të ngecur. Dhe do ju tregojnë se si ja kanë dalë. Unë tregoj pafund edhe këtu në Instagram sa herë më jepet mundësia, shpërndaj se si ja kanë dalë, kam mira vlerësime tani as nuk e di sa kam. Madje kur i them stafit bëni një postim sot vlerësim, më thonë Jona kë dhe më nisin ja 35 gjithnjë nga këto.
I them po s'kam nerva unë të zgjedh, tekste janë pafund vlerësime nga njerëzit. Dhe ata zgjedhin ndonjë më të fuqishëm. Por që ke të drejtë Skënder, nuk është se unë shëroj edhe shtyp butonin apo kam atë shkopin magjik, unë kam eksperiencën e jetës, kam edhe empatin dashurin për njerëzit, se më dhimbsen ata që vuajnë, në fakt e kam këtë cilësitë e vetja ime, gjithmonë e kam pas, por është edhe formula e transformimit, si janë teknika shkencore, është një ndërthurje 6 terapive të ndryshme psikologjike që unë përdor, nuk është pak, është shumë punë e fuqishme. Prandaj ka dhe rezultat. Edhe të gjitha këto duke u ndërthur, formimi profesional, profili shkencor, rrugtimi i jetës, ta kesh mbajt zemrën të hapur, mos ta shesësh shpirtin për 2 lekë. Të gjitha këto bëjnë në fund transformimi rrënjësor, prandaj shumë njerëz janë shumë të lumtur pasi kanë për trajnimet me mua. Punën 1 me 1 me mua, se trajnimet në YouTube nuk është punë 1 me 1, janë trajnime grupi. Trajnimet që bëj unë janë 1 me 1. Atëherë, fi që thot nuk bëra krahasime, jo, ti mos s'është problem, po thjesht nga ky person më kanë ardhur shumë njerëz në trajnim dhe vazhdojnë vinë që janë bërë dëme të mëdha te ata, jo ndim, jo e jo, kështu që prandaj thash nuk më pëlqen të më krahasosh me dikë tjetër. Unë dua që njerëzit të ndjekin mentor edhe të ndjekin psikolog që janë me mendje të hapur, që ecin me ritmin e kohës, jo që kanë mbaruar fakultetin para 30 vitesh dhe ngelen me të njëjtat metoda të hekurta. Ka ndryshuar energjia në planet, ka ndryshuar qenia njerëzore, ka ndryshuar kërkesat që kemi ne njerëzit, ka ndryshuar koha me pak fjalë. Duhet të përshtatemi dhe ne profesionistët në fushën e psikologjisë dhe të shëndetit mendor, duhet të përshtatemi me ndryshimet, nuk mund të them mbarova unë tani para kaq vitesh masterin te mjekësia, kështu do rri unë. Jo, unë duhet të zhvillohem, ndjej vetë, kam nevojë të zhvillohem. Kam nevojë të kap ritmin, nëse dua të ndihmoj njerëz, dhe nëse dua të jem më e mira në këtë që bëj. Nëse dua të jem një emër më shumë, të kap 2 lekë në fund të muajit, të rri unë me një diplomë në rregull jam. Ola, me sa mbaj mend ti më ke shkruar në privat për çështjen e mamit. Nuk e ndihmoj dot nëse ajo nuk do të ndihmoj vete. Nuk kam si të ndihmoj unë dikë. Për shembull, të gjithë na shqetësohemi për familjarët tanë, të themu të ta sjellun ty në trajnim se ka ankth. Jo, duhet vi vetë personi, të jeti vetëdijshëm. Puna me veten. Puna me veten nuk ka të bëj vetëm me energjinë që unë jap. Ka të bëj se sa jaftësh personit ta marrë këtë energji dhe ta vëj në punë. Me pak fjalë, unë e jap energjinë dhe ai duhet ta pranoj. Dhe unë energjinë e jap në formën e një ushtrimi, të një teknike, në formën e një fjale, në formën e një shikimi me dashuri. Pra, a e merr ai person këtë, a e vë në punë, apo thjesht më dëgjon mua dhe në fund bën të njëjtat gjëra. Prandaj unë nuk i ndihmoj dot të gjithë, unë ndihmoj ata që duan të punojnë me veten. Jonita thot sa herë të dëgjoj kujtohem sa e bukur është jeta kur mëson ta duash vetëm e këtë mësova falteje të jam mirënjohëse. Jonita jam e lumtur për ty. Është gjëja më e bukur që të shërosh veten. Është gjëja më e bukur që të shikosh vlerat, është të shikosh veten, të bësh gjërat që të japin lumturi, mos ti bësh gjërat me nxitim, mos ti jesh e disponueshme për çdo njeri. Jo, ti nuk je urgjenca, ti nuk je zjarrfiksja, ti nuk je policia, ti nuk je ambulanca. Ti je një njeri thjesht, nuk e pse ti përgjigjesh ti emergjencave të njerëzve të tjerë. Ti je një njeri thjesht që është e drejtë ajo të thuash jo, më vjen keq, jo, më vjen keq, të bësh vetëm gjërat që kanë prioritet për fëmijën tënd të brendshëm, për zemrën tënde. Kështu që shërimi vetes është baza e çdo gjëje në jetë. Fabi thot është bllokimi për të regjistruar. Po ja, një sekondë, të bëjmë një analizë të thjeshtë. Çfarë të bllokon? Fakti që thua mos ndoshta nuk ja dal dot, mos ndoshta nuk e kaloj dot, po ti asnjëherë nuk e ngatadish. Por mendon se të pyes unë, të kujtosh pak fëmirin tënde, kujto pak atë vajzën e vogël, si është rritur, kujto jetën që ka kaluar. Dil para pasqyrës dhe shiko dritën te sytë e tu. Nuk ja vlen ti minimumi të bësh një trajnim me këtë çmim kaq qesharak? Është çmimi qesharak, mos e më habitet fare, mos sidomos ju që jeni në emigrim. Është çmimi qesharak. Ju ka që harxhoni te Lidl që blini mishe bërzolla. Lëre më ha thjerza një muaj, mos ha mish. Mos ha fruta deti e peshk, ha thjerza e fasule se s'të gjen gjë. E bëj trajnimin. Më mirë madje. Më mirë madje, po atë mësojnë gjatë trajnimit, regjimin ushqimor. Ë? Nuk e meriton ai fëmia brenda teje, thua ti?
se meriton që t'ja bësh këtë nder. Çfarë të pengon? Çfarë të pengon? Bëje më vepro, dil nga kafazi, këtu fillon shërimi. Shërimi ju të fillon që në momentin që regjistrohesh te trajnimi, pa e filluar ende bashkë seancën, që kur regjistrohesh dhe ti kryen atë pagesë, fjala pagesë, unë jap lekët pagesë. Jo, unë investoj te vetja. Investoj te shërimi im, se nuk do më shpëtoj as burri se nuk e ka për detyrë. Jo, më nuk e ka për detyrë. Ai ka për detyrë të shëroj veten e vet. Nuk e ka për detyrë as fëmia im që të haj shuplaka nga unë dhe t'i bërtas unë. Asnjë se ka për detyrë. E kam unë për veten time. Pra e ke ti, investo te vetja, shëro veten. Çfarë të pengon ty te regjistrimi? Po deshe. Po s'deshe, unë këtu jam, e kam thënë, unë këtu jam, nuk iki. Derisa të kem dëshirë, ta bëj me pasion këtë gjë, derisa të më vinë thirrjet nga energjia ime më e lartë, nga Zoti që bëje këtë video, fol për anktin, bëje këtë trajnim, derisa që vriten për ditë pse më shikon e pse s'm bën kafen. Nuk e zgjodha kot, e zgjodha të paktën të shpërndaj çik dritë dhe vetdijet lart. Se është gjithë ky planet i bukur. Edhe Afrika është më mirë se këtu kanë vetdije më të lartë. Se më shikon ju. Bam bam bam. Kot erdha në Shqipëri? Që vriten për një fjalë goje? Jo, erdha të shpërndaj vetdije dhe dritë. Unë këtu do jem për ty. Janar, shkurt, mars, nuk e di kur do e bëj grupin e ardhshëm. Po ti tani merr thirrje, më dëgjoj mua duke fole, nuk regjistron. Bëje më regjistro. Gjyje mundsinë, nga dheu, nxirre, gjyje mundsinë. Edhe diçka te trajnimet unë nuk i deformoj dot gjërat. Jo. Nëse unë e shikoj ku e ke ngecjen, unë do ta them ngecjen e ke këtu. Nëse unë e shikoj ku po i bën me hile vetes, unë do them dëgjoj Edi, sepse ti je duke gënjur veten në këtë aspekt. Unë do jem me vërtet siç jam në live. Kështu kam qenë në çdo trajnim dhe kështu do vazhdoj të jem. Unë do ta bëj shefin kot, nuk ta bëj. Detyra ime është që në fund të 4 javëve ti të më shash sa të duash. Mund të heqësh edhe dorë nga trajnimi, sepse fillon të më urresh mua, më fal vetëm pak, mund ta bësh pyetjen, ama në fund të 4 javëve unë dua të jem me qet me veten time, të them unë u tregova e drejtë dhe e pastër dhe e sinqert. Tani va bëj pyetjen. Ka pas nga ato që janë larguar nga trajnimi për këtë që sapo the? Një vajzë. Janë rikthyer përsëri? Një vajzë. U largua një vajzë nga trajnimi. Ka pas disa, por u largua jo te ky trajnim, te trajnimi janë këtë nuk i lë unë të heqin dorë çfarë thua. Ju bëj shumë presion, ju bëj vërtet presion, nuk i lë. 4 javë do e mbarojnë, s'ka. Te trajnimi për te limiteve nuk ju bëj dot kaq shumë presion, sepse ka një farë niveli vetdije, kanë dalë nga gjendja e anktit, është një vetdije pak më e lartë. Dhe aty ju lë pak liri dhe hapësirë. Do të thënë 2 javë rresht ju bëj presion kështu, ju rrit e koka, i çukas te koka. Zgjo. Mbas 2 javësh kur thonë jo na, unë e di vetë ç'a bëj, po më tha kështu ndërhiqem. Ndërsa te trajnimi i anktit mund të më thotë di vetë ç'a bëj, them ti s'di asgjë. Ti e lëmsh në mendje, kështu që do më dëgjosh mua, nuk i lë të heqë dorë. Kjo vajza te trajnimi për te limiteve, që është një dashuri dhe kam shumë për zemër si vajzë, edhe iku e lan gjysmë, nuk bëj me gjallë, unë i shkruaj ai ke për detyrë një herë ma lasin. Që kur ma lasin thashun Jona, sinjali mos i bjerë më në qafë, mos se ngacmo më. E lash, sepse vërtet ngacmoj 2 javë, pastaj e shikoj, po s'do. U kthye para ca ditësh më tha Jona, e lash për gjysmë, tani dua ta vazhdojmë prapë. Dhe është tani te ky grup aktual. Për herë të dytë po vazhdon trajnimin. Do thosh ti, atë falas jo më ju e paguaj ti. Aty e paguaj ti, çmimin e plot. E paguaj ti. Mentori yt i preferuar shqiptar varet për çfarë. Tani ja do jemi shumë e sinqert. Mentori im i preferuar nuk ekziston akoma. Do quaja veten time, por duket më ndjem asi, kështu që nuk ekziston akoma. Për zhvillim personal, psikologjik këto nuk kam asnjë të preferuar. Por, nëse do më pyesësh pjesa e mentorimit për shembull në një profil tjetër, sepse mentor mund të quhen, është Helga dhe Jan. Të dyja ta më pëlqejnë. Shumë shqiptarë shikojnë si, mos e moshtrojnë njerëz bëjnë biznes, është ignoranca që nuk i kupton. Unë i takova nga afër e pash energjinë. Se unë kështu furça nuk bëj dot, apo të përqafoj dikë të rri më afër me dikë që s'm pëlqen energjia, e kam bërë më parë me mentor të tjerë dhe u largova, për këtë arsye u largova. Helga më pëlqen shumë. S'do t'ja di ajo, kjo jam unë, këto janë aftësitë e mia, kjo është puna ime, ky është çmimi im, këto janë diplomat e mia, po deshe mo. E do veten e saj, bëj një jetë të pasur familjare, që mua më pëlqen ajo jetë, bëjnë fëmijë, udhtojnë, rrisin fëmijët, pse jo, më pëlqen. Modeli si mentore Jan është enciklopedi. Jan mua më pëlqen shumë për eksperiencën e jetës që ka pas. Pra këta të dy
i kam qef, mund t'i takoj, mund të konsumoj një drek, një kafe me shumë dëshirë. Mentor shqiptar për mua deri tani akoma s'ka dalë një që t'jetë i preferuar im për zhvillim personal. Është njëra quhet Fatjana Cici, po s'po ja përmend emrin se ndoshta dukem si më e madhe të ja përmenda. Sepse unë mentor quaj dikë që t'jetë e para t'i ketë kaluar vet ato që përjeton, se tani kam bërë dhe mod mentorit, i nxjerrë, nuk kur vuaj nga akti, po pse s'e the që në fillim ti? Po e thua tani se e bëri mod jona. Që tha që në 2020 më vuajte nga akti, filluan gjithë mentorët vuaj dhe unë. Kush të vuaj më parë. S'është çështja aty nejse, por që kështu do me thënë mentorët, për momentin s'ka dalë asnjë. Mentorën quaj atë që i ka kaluar gjërat vet, quaj atë që i shkëlqejnë syt, jo flet bukur, jo vishet bukur, jo lyhet bukur, po ka syt të bukur, dritën të bukur, atë quaj mentor. Deri tani s'është asnjë. Kështu që kaq, sa pyetje të bukura që po më tregon ti zemrën. Po e më normal që ti dikush e vjes, po më. Si? Po pse të vijnë ty komentet shumë më shpejt se sa mua? E po kuptoj? Fabi thot nuk është problemi pagesës, po do të vuash atëherë do të zvarritesh, po dilën nga llumi, ja do shikosh. Ju admiroj për komunikimin që ke me Edin, është bukur të kesh mbështetjen e burrit. Shumë bukur. Edi ka punuar. Hysa thot, Hysa Nevruz, është shoku shqiptar të vuaj nga se ka mungesë vitamine D. Ka dhe pak mungesë dashurie, a? A ke pak mungesë dashurie? Ka. Husa nuk e di e vërtet profesor apo e profesori lagjes, por që kanë mungesë dashurie, përveç vitamine D. Vitamina D është një faktor shumë i rëndësishëm, i trajtoj flas për të gjitha suplementet e trajnimit, mos ki merak, po kanë mungesë dashurie, kanë mungesë vetdije, kështu që ju duhet të punojnë pak me shërimin e vetes dhe ta mbushin veten me dashuri. I bijem shkurt tani e mbyllim sepse humbi kjo esenca e bukur e live-it, filluam përmendim emra edhe për mua nuk ka rëndësi që të përmend emra që as nuk i njoh kush janë, edhe nëse do i njihja do i përmendja unë para jush, nëse do njihja vlera, kështu që secili ka rrugën e tij, unë ju dërgoj dritë gjithë mentorëve, fundja nuk bëjnë thashë theme lagje, përpiqen dhe ata kopjojnë nga anglishtja ndonjë që të bukur e thon, përpiqen dhe ata të bëjnë mirë, dhe mirë është, gjëra pozitive thon, kështu që të kenë shëndet, të kenë lumturi në familjet e tyre, secili dhe të jenë mirë. Unë do shikoj punët e mia, se i rregullova punët e mia të merrem me mentorët e tjerë, po hajde vazhdojmë planin. Data 12 i lëm llafet se shiko si ran pre thashë themte. Kam ankth pastaj, buaj, po ky, do të thon, rri aty në pellg duke bërë thashë theme, pa kisha ankthi, apo harrohet ankthi, flasim për të. Ramani. Data 12. Nëse nuk jete trajnimi, pas datës 12 guxon dhe më dërgoni inbox, apo më del këtu në live dhe më thua mua, unë kam ankth. Ore nuk dua t'ja di më, apo nuk dua t'ja di, madje do ju fshi dhe nga YouTube-i të gjitha video dhe seminaret e ankthit. Do futem në YouTube, do i fshi të gjitha. Jo, nuk është që një mos e lexo, por që shiko, e di pse janë disa komente që nuk i lexoj pas nuk i bëj blog, e di pse, ja të ta shpjegoj, sepse nuk kam pas hapësirë ndonjëherë që të flasin për mendimet e tyre, po ti thon këto mendime në kafe me shokët, e tallin e bullizojnë, dhe thot ai në një live te jona nuk po bullizon njëri ta them. Lëre të jetë lirë ta thon, s'ka problem. S'ka problem. Nuk dua t'i ndaloj, të shprehen deri në nivelin që është pak fija logjikës. Kur e kalon fijen pastaj normal që do i bëj blog. Do jap një të fshirë videove të ankthit në YouTube, që ta bëjnë 100% anktin me pagesë, e pastaj disi do më duan, do më bëjnë edhe kështu boost Fatjana Cici, atëherë do më duan. E mbyllim për sot, sa është ora? Më ndihmon dot? Është 11. Sa shumë flas dhe unë, sa live është bëj dhe unë, po më mikën koha pa e kuptuar, nuk lodhem ose mund të flas me orë të tëra. Prandaj më duhet një njeri të më rrimbi kokë të vendosi alarmin, të thotë stop. Se kaloi ora. Do të bëj se tek ndohet të presim në Prishtinë jona, në sa 200 persona, nëse më janë këtu. Wow, më përcaktoi dhe sa persona kam, përcaktoi dhe datën, Skënderi, ë? Mund të jetë më shumë.
Skënder, kam edhe një si puna jote që s'po më lëre hat ditë natë, më thot kur do bëjmë seminarin në Prishtinë, është e di, po s'po më lëre hat ky njeri, nuk e di pse është fiksuar me seminarin në Prishtinë. Dhe nuk e thot as në Tiranë, e thot në Prishtinë, e ka shumë e qef Prishtinën. Ndoshta ju po manifestoni për mua, por 28 nëntori është shumë afër. Shumë afër. Afër për çamë mua me jep truri, jepim makinë me këto rroba siç jemi dhe dalim flasim se s'do bëjmë një shkencë, seminar. Po prap duhet pak organizim. Na, po më kapin qik emocionet mua tani. Po mundojnë ta shmangë, kap qik emocionet. Janë 200 veta. Ti shikosh gjithë me radhë në sy. Po do bëj praktik një herë unë. Në pse bën kështu fytyrë? Hajde dil fol ti. Del ti s'e ke problem, ha. Del po s'ke qa thua, kaq perla sa të më fal. Ti ke perlat e tua. Atëherë, hysa në vrus ka të drejtë për disa këshilla që për vitaminën D, patjetër. Patjetër që vitamina D duhet. E të leva, thotë të lutem, jo, na mos i fshi, thotë, në videos, faleminderit. Kaq për sot, u kënaqë muhabet, e dëgjuat pak nga histori. Sa nga ju e dinin këtë rrugtimin tim? Sa nga ju që e dëgjuat live e dinit historinë time? Shkruaj vetëm unë, ose shkruaj e dija, ose nuk e dija, po ose jo. Se dua të di sa nga ju vërtet më njohin. Dhe u ta thot ti e bërë për këtë kelim për të fonë publik. 5 sekondat e para e kam unë, 5, 4, 3, 2, 1, po thash një u kthye Chelsea, pastaj përfshihem aty në energjinë tuaj. Shiko, e them dhe për humor, po është edhe kjo ndjesia që kam pak ato emocionet e bukura, se tani, shiko, jo njerëzit që dalin flasin në publik dhe njerëzit që guxojnë jetë, nuk është se s'kan frikë dhe pasiguri, edhe ne i kemi, por veprojmë, e marrim frikën e bëjmë kështu, veprojmë. S'ka, bashkë me emocionet do veprosh. Se shumë njerëz, më thon Atëherë. Vlera vlera po. Ti po, patjetër që do e dije. Halime thot po, Ami po. Rovena thot jo, Silvana jo, Fiori unë po, Raimonda po, Keti po, Juliana po, Lume po, Adi jo, 30% e historisë nuk e dija. Të kam përcjell 3 vite, thotë dua shumë dashuri për ty. Shumë njerëz e dinin, a? Pak dia, thotë Maria, por kur të dëgjova u trondita shumë, thotë. Sepse pika, ndoshta është duke kaluar vetë. Edhe diçka, vëre një faktor shumë të rëndësishëm në shërimin, që shumë njerëz e fshehin, kanë turp të thonë kam ankth, ose ka ikur ajo kohë. Ata që do të bullizojnë janë ata që ta shtojnë ankthën, dhe momenti që ti krijon hapësirë për bullizim është kur mban të fshehta gjërat e tua. Kur ti del hapur nuk kanë ku të godasin më. Nuk kanë ku të godasin më. Është një lloj si të kem unë për shembull një njoll këtu edhe të përpiqem ta mbaj gjithmonë kështu. Për shembull, momenti që them unë kam një njoll këtu, ti nuk ke pse ta komentosh, më se unë e thash vetë që e kam një njoll këtu, nuk ke ku të më godasësh më. Kështu që mundoni ta thoni hapur, po kam probleme me ankth, ndjej pak ankth, ndjej pak stres, kam mendime negative, nuk është turp. Unë prandaj dola në 2020-ën. I mora unë ato bullizime për ju. Tani ju e keni gati terrenin të flisni. Flisni hapur, pranojni emocionet tuaja. Nuk është problem, nuk të bën kjo gjë të çmendur. Fakti që ti ke ankth, je rritur nga njerëz të papërgjegjshëm, ke qenë i rrethuar dhe je i rrethuar nga njerëz të pavetëdijshëm, dhe ke kaluar trauma, nuk e kaluar ditë me lule me të bukura, sapo të kishe kaluar ditët me dritë, me lule, me xixha, me festa, me prindër të lumtur e të buzëqeshur që kërcenin, që nuk rriheshin, po kërcenin, nuk do kishe ankth. Kështu që shumë e thjeshtë. Prandaj pranojeni hapur. Më surprizuat. Kaq shumë njerëz e dinin historinë time. Atëherë Rezarta thot dua të blej librat e tu, po jetoj jashtë shtetit se mund t'i blej. Shumë e thjeshtë. Rezarta jetojmë, kemi dalë nga komunizmi, në hap kufit e Shqipërisë, dërgojnë librat në çdo cep të botës. Në Karaibe ka vajt pakoja me libra, në Karaibe, kur vajti në Karaibe thash, ça po ndodh në Australi, Kanada e këto po Karaibe nuk e prisja. Kështu që porositit e WhatsAppit e profilim, i dërgojmë ne në çdo vend, në çdo cep të botës ku je ti.
Festa më vjen mirë për ty. Jonida thot siç ke dëshirë të takosh Mel Robbins dhe unë do doja të takoj aty se je dritë. Jeni shumë dashuri. Mendoj që ta bëj një seminar në Tiranë, se ka shumë njerëz dhe këtu në Shqipëri që duan të më takojnë. Në Kosovë janë më shumë në fakt, ose ndoshta këtu në Shqipëri nuk e shprehin. Në Kosovë shprehin. Në Kosovë shprehin shumë. Ditën që thash unë live, ne kemi pas shumë komunizëm. po ne kemi pas shumë komunizëm Kanë edhe lëvizur nëpër Europë. kanë lëvizur nëpër Europë. E di. Ka lëviz para kohën në Europë, po kanë edhe këtë që, nëse ka dhe aty shumë njerëz që kanë punuar në shumë studentë që kanë pas shumë bllokime. Por që ditën që bëm live, që thashë mund të bëj seminar në Prishtinë, më bësh inboxi, data, unë s'kam vendosur gjë akoma. Thjesht them sikur. Po se më dam tani çfarë më dam. Jo, e di se si ndihem kështu. Kam emocione. Po se dam tani. Na? Po më ikim. Të ikim. Çfarë? Ku të vemi? Do merresh ti me organizmin, nuk e lodh kokën me organizmin, u bë salla, u vë mikrofoni, u vë boksi, u vë ndriçimi, u vë. Organizimi sa merr atë që ka sallë, Ku do gjejmë fotografin, kameramanin e pafund. Fotografi këtu nuk do vime në Kosovë, fotografi që kemi këtu. Sa vjen ato detaje të vogla, detaje më madhe ti, të vendosësh ti. Kjo është më e rëndësishme, të janë. Nëse e bën në Prishtinë bëje në Veru. Kur të vi Vera e kam bërë 200 seminare. Dhe bëjmë një tani. Tani para festave. Të vjen në njerëz. Shikoj, ti gjejmë fotografët sa të mirë, sa të mirë gjeni. Ti e jasë ne të bëjmë organizime. Më fashëm. Ti vetë na the para sa ditësh, po pritë momentin, na do le emri të shtylla. Ok, edin ti me shpirt, po edi këshu është, po thot, pastaj kur i arrin stresi, aty kur mi thot, meru vetë, ma lëshon mua, se unë e di këshu e ka, e nisë mirë, edi pastaj lë, aty thot mere. Në balt nuk më lë, po punën ma lë të shik mbi shpatula. Mirë ngjesi, mirë, faleminderit. Është dikush që shikoj që her pas here komenton nejse më emra mentorësh e kështu që i kritikon e kështu. Jemi njerëz, nuk mund të gozhdojmë në një mentor apo një njeri që mund të bëjë një gabim apo një njeri që sipas perceptimit ton ka bërë gabim. Jo. Kush jemi ne të gjykojmë? Kush jemi ne të përcaktojmë? Jo. Kështu që jam dakord, ka shumë sot edhe persona publik që kthehen në mentor. Nëse janë të diplomuar, nëse janë të certifikuar, nëse kanë empatinë njerëzore, se duhet të jesh shumë empatik që t'ja kuptosh. Me thënë, puna me dhimbjen është ta japin këtu dhimbjen dhe ti pa e prekur dorën tënde dhimbja, më dëgjoj me kujdes, në sy të mbyllur ti ta ndihesh që ajo vjen drejt teje. Pra, dhimbjen e tjetrit ti me sy mbyllur duhet ja ndihesh me zemër. Dhe këtë gjë e bën vetëm ai që e ka kaluar. Kjo është empatia. Empatia nuk është quhet simpati kur ta ndihen dhimbjen një njeri sepse është njeri me zemër të hapur, ka simpati ndaj dhimbjes tënde, pra ta pranon, ta kupton. Empati ka ai që e ka kaluar dhimbjen tënde. Nëse këta persona e kanë këtë gjë, pse jo mos ta bëjnë? Por që unë di të them vetëm kaq, më pyetet për mentor, thash për biznes, inteligjencë artificiale, kripto e të gjitha këto që janë të teknologjisë e këto, se dhe unë jam shumë e mirë në teknologji, bëj seminare her pas here, vetëm ata të dy. Besoj unë, se ka pa fund për teknologji e rrjete sociale. Ja ku bëgam zëja. Skënderi thot fotografi, të gjitha salla kafe, të gjitha i bëj për Skënder, shiko, filloj Edi, mos më bëj këto numra se më filloj ky. Zezë, po pritë se jam bërë gati emocionalisht. Ja me pika. Unë kam një bingarkes shumë të madhe me grupet e trajnimeve, nuk është shaka, se po flasim për shërimin, se e thot dikush, ku flasim për shërimin, nuk është shaka shërimi. Dhe me thëmë pritë se unë duhet të pastroj një herë aurën, se s'mund të vi unë duke punuar me traumat e 22 personave të përtej limiteve dhe me ankthin e 30 personave e të vi aty lëmsh. Jo, unë do mbaroj këto, do pastroj një herë aurën time, do rinja 3 ditë pa ekrane, të eci zbathur në dhe, të rinë në natyrë me kafshë, të pastroj energjin, pastaj do vite ty. Më kupton se nuk bëhet kështu. Thjesht të bëjmë seminar, siç bëjnë shumica, ha se jam jona unë. Të vete, mjafton që jam jona. Jo, njerëzit e duan jonën sepse jep vlera. Pra unë duhet jap dritë dhe vlera, nuk mund të vi se jam unë Fatjona. Si hajt të vi aty të paguash ti lekët e biletës, se unë do vi se jam unë Fatjona. Kujt i intereson që jam unë Fatjona?
Njerëzit duan të marrin energji, vlera, dritë, teknika. Duan të marrin shembuj konkret. Duan në Itali tani. Tani në përbot nuk i kënë të bëjë seminare, dhe prekni se kam një fëmijë për të rritur. Ha? Fëmija me vete, fëmija është më keq se ne për të bredhur. Ja të do. Të bredhur. Po ti pse je kaq gati për seminare? Pse ke këtë dëshirë? Se s'po të kuptoj. Të pëlqen, në kurrizin tim, dal flasun. Po ti mos e flas dhe unë. Po flas vetë këtu. Po fol ta kamera, po jo kënaqem. Do të shkojmë këtu, kënaqem po. A flet. Çfarë ishte kjo seminar si të bëj? Po bën po bit. Po këtu i vërtetë nga afër s'do t'i vërtas, prandaj do të balancoj energjinë. Nga nuk do paguajnë që t'i vërtasun për seminare njerëzit. Da, hajde për të duan që. Suzana dhe ka dëshirë të udhëtoj Edi. Ka shumë dëshirë, të dy kemi. Të dy kemi dëshirë që të udhëtojmë. Po seminari është përgjegjësi shumë e madhe. Unë bëj seminaret në Zoom kur jam pjesë e trajnimeve, është përgjegjësi shumë e madhe. Është shumë përgjegjësi e madhe, nuk është shaka që të kesh aty një njeri fizikisht, mendërisht, emocionalisht, me fushën e energjisë të hapur për të marrë informacione. Shumë përgjegjësi e madhe që ti të flasësh para njerëzve, siç bëj unë këtu në live, bash më tepër fizikisht nga afër. Sepse para punës një herë duhet unë të shikoj shumë detaje. Ai person që do rri 4 orë ulur duhet karrigja të jetë e rehatshme. Dua vendin, tapetin që do bëjmë hipnozën, që do shtrihet, jastëk, batanie. Pra unë i mendoj shumë detaje, unë nuk e bëj sa për të kaluar. Unë prandaj dhe ritritin e shtyj sa më shumë, se dua të jenë kushtet sa më ideale për ju, nuk dua ta bëj thjesht për ta bërë. Unë o e bëj tamam ose bëj fare. Kështu që seminari ta marrim vendimin tani për tani, hajse shumë do bëjmë ndonjë lek, hajse bëhet lek. Jo, nuk dua fare të bëj lek. Unë dua të lë histori. Jo, dua të lë histori. Dua të rrin pezull një muaj rresht me energjinë e seminarit njerëzit, pezull. Po pezull nuk rri tjetër ta ulesh në një karrige gjysmë bythe, më fal për shprehjen, të rri kështu 4 orë aty e të më dëgjoj mua. Jo, duhet jetë rehat, duhet të ketë kushtet. Kështu që jo. Jemi këtu me rehat. Me kushte. Ka të drejtë Edi, për çfarë ka të drejtë Edi? Shikon? Mos i flisni në emër, mos i flisni, se ka kaq ditë në shtëpi të shmendi. Në Madrid, aty ikim që nesër, në Madrid, mos e në Madrid që nesër, dashuroj Spanjën, është vendi im, Spanja, e dua shumë. Spanja është vendi im, sa herë vini në jahte gjatë beharit këtu, më duke sigurisht janë Marbella të thënë drejtën. I shikoja nga balkoni, aq më mungon Spanja sa nuk di ta them me fjalë, shumë. Ato palestrat aty, ai vibe, ajo energjia e njerëzve. Shumë. E mbyllim. Ju uroj të gjithëve një ditë sa më të bukur. Teuta thotë nuk hidhërohet Edi kur i drejtohesh kaq drejt për drejt. O Teuta, kur punon me veten njeriu se merr asgjë personale. Dhe kur e një personi që ke përballë e kupton shumë mirë si ta thotë dhe pse ta thotë. Qa drejt për drejt? Ai kur koha si quaja periudha e harrova, s'më vjen fjala. E ke parasysh që i shikojnë burrat si monument kulture, që ti e këtu mundësisht dhe të krusesh pak para burrit. Shumë e drejt për drejt, se si duhet të flasësh burrit? Të rumbullakosësh para burrit? Rri drejt e foli drejt, ç'lidhje ka se është burri? Ç'a i thash ti? Ç'a i thash më? Të më thotë Edi mua të flasë drejt për drejt, edhe mos më fol mua drejt për drejt, pa blablabla. Më zgjoni se iku ajo ko. S'ka monument kulture, jemi njerëz të lirë, punoni me veten, njiheni partneri, vlerini këto kufizimet e stërgjyshërve. Ka i koha e qepës. Shumë kufizime si popull, më vlla, shumë kufizime, mor, nuk e di. Shumë të ndrydhur, më shumë se thon kurrë atë që ndijnë që mendojnë, por prandaj vojnë nga ankthi, mbajnë këtu lëmsh. Pse kam rëndes në krahëror, se është lëmshi këtu që se the kurrë, prandaj ka rëndes në krahëror. Ola thotë ruaje, do përpiqem.
Mbyllë live thotë Jonida se na le pa punë. Po ç'rikni, ju ikni vazhdoni, ç'a keni që rini këtu? Shkeni ju. Përshëndetje nga Santorini. Ç'a bëhet nga Santorini? Si ishte ajo situata delikate? Në Santorini nuk ishte që vulkane kështu apo ngatrova? Ha? Kështu nuk ishte? S'di pa, s'marrësh në lajm. Ervila të përshëndes. Vlora pas ka ngel një nga ata pra ati dimensioni, nga dimensioni para 2-3 muaj që thonë na e shtatza pas ka ngel Vlora këtu. Vlora Mujli. Ai është shtatzana. Më thot dhe ai është shtatzana. E bëra mirë teksin. Ai është shtatzana. Po jam shtatzan. S'e shpëtlen. E zeza. Kur do ta nxjerr këtë fëmijë? S'e shpëtlen. Po pse mos më shpirçake, mos më ndalo do bëja të që ndi, mos o shpirt. Po kështu do flas tu, le të më bëj në follow, punë e madhe. Do të do ndryth veten. Ajo në dimension është. Po kështu do i përgjigjem asaj në dimensionin e vet, se s'kupton ndryshe ajo. Që të kaloj dimension do të bëj trajnime, shkoj në trajnime. Çfarë trajnimi të bëj ajo dhe ti tallesh? Ose ndoshta s'ja do vër kurrë të saj. Fillove prapë më thot kush më thon? Jolanda. Jolanda, po çfarë bëj? S'më le Vlora, më thash erdhi nga një dimensioni. Po qeshe. Qa të bëjmë, moj gra? Në ra për pjesë. Mendoj Tiranën, thotë... E di më, o zemër, po të ka ngell Sahati të seminari më shpirë, po ti e di kushtet e mija tani, jam shumë mbi ngarkuar. Këtë një të kthej kamerën ti që bën së trimi ma. Ha? Ik bëje vetë seminarin e fol vetë, pritë se ta kthej prapë e vetja. Sa kisha pa e dëgjuar këtë shprehje Mirela, derri do plumba, mani me këtë shprehje Mirela, se dhe këtë shprehje aty afër dimensionit të Vlorës janë, nuk kupton. Vlora e kishte akosa, po. Aty afër derri do plumb. Çe man? Shprehje të tjera, derrin e duam shumë, pse do plumb derri? Kafshët janë dashuri, pse ta vrasin derrin kot? Ai zoti ma. Përshëndetje nga Altini. O Teuta, të kam marrë telefonin Altini apo ta thot kështu nga larg? Përshëndesim Altini. E përshëndesim. Plumbi me plumb, deri me thoni do një nga këto shprehje, haj se unë se mbyll tani dhe 2 minuta, e 5 minuta ndoshta, apo pastaj do e mbyll. Kemi dhe pak kohë për të marrë vajzën, kështu që më thoni do një nga këto shprehje të bukura. Deri do plumb një ishte ban vendin e parë. Shprehje që duhet ta heqim qafe. Plumbi me plumb thotë Elanda. Plumbi me plumb hajt mo. Më thoni do një nga këto shprehje që të qeshim pak. Lirini zemrat e lulet. Më thoni do një nga këto shprehje. Zemër, di ndonjë shprehje ti? Shprehje nga këto, derri do plumbe, këto gjëra të popullit shqiptar. Di ndonjë shprehje? Të kujtojmë ndonjë? Kujtje. Do i thuash derri daj. Po derri daj. Njërë derri është më i mirë se daj. Partë nga lloj dajes, kështë të karën për pjesë. Edhe kjo derri daj e bukur është, po duhet hequr edhe kjo. Pse duhet i thuash derri daj? Hec ma, deri do i thosh deri. Nuk e pse i servilonsesh askujt, nuk e pse i shkon askujt në pasavaz. Do ish vetvetja, se nuk varet ti ta jetën askush. Edhe 10 zgjebosur, edhe bishti përpjet. E zoti ma, se 10 zgjebosur duhet kështu ta shtypim mo. Si? More gjitha të propozim live nga Edi, pse që më propozoj Edi mua live? Qa më the live, se se mbaj mënd? S'pash në i propozimo? Për fëmi, jo, mëse dhe Edi nuk do, që fëmi? Mirë jemi, rrisin vajzën, ne të bëjmë këto planet tona, të udhtojmë botën, mirë jemi. Unë uroj që t'ju japi Zoti fëmijë atyre që duan të kenë fëmijë, edhe unë uroj me shpirt që t'i lënë rehat ato të çifte që s'duan të kenë fëmijë njerëzit, duke thënë, bëni fëmijë. Këtë uroj unë, ai që do fëmijë t'i japi Zoti, ai që s'do fëmijë mos t'i çajin kokën me fjalë familjarët. Dita e mirë shihet në mëngjes. Dardhën e butë Haderi. Kjo është shumë e bukur, se kisha dëgjuar ndonjëherë. Mogën e mirë Hader. Si kisha dëgjuar? Dardhën e butë Haderi. Ua. Do të jetë fort që mos të guxoj ta kafshoj.
100 letë lehin, ka dhënë gati përpara. Kjo është e mirë. 100 letë lehin, ka dhënë shkon përpara. Shtrikëmbët. Kjo është shpreha më e bukur. Të kishte halla. Është atë kemi dhënë si shprehje, po të kishte halla kështu do ishte xhaxha. Hajde më. Ditë e mirë shihet në mëngjes. Shpresa ke shumë të drejtë. Shumë të drejtë. Ashtu si e nis ditën, këtë e ka vërtetuar shkenca në fakt, po gjyshri tan ka ditur pak më herët se shkenca atë rëndësinë e energjisë së mëngjesit. Kështu që energjia që ti fillon ditën, ajo të pason gjatë gjithë ditës, prandaj shumë e rëndësishme rutina e mëngjesit. Po kjo me dhinë zgjebosur e me bishtin përpjet ishte shumë Nganjëherë edhe burri duhet të thuash der. Ha? Kush e ka thënë? Nganjëherë edhe burri duhet të thuash der. Pse të më thot der? Nganjëherë burri duhet të thuash der. Në ç'rast? Pse? Në ç'rast? Si zashaj në burri? Jo, lëre të ekzistoj ashtu. Të ekzistoj në botën e ti. Ujë të kisi. Shko një bebe buku levojtske. Me gati shkopin. Dardha bie në dardh. Dardhën e mire ha riu. Fshati që duket nuk do ka lauz. Kalova lumin të për pak e lexova, Eriselda Shumbyre. Kalova lumin. Do bësh deri ndaj. Do kthejmë se kam ndonjë. Jona urojti është mirë, thot Ina, më mungon shumë trajnimi për te limiteve që ta vetën të përqafoj me përqafo. Të ëmplë, Ina, shumë dashuri për ty dhe për bebushin. Kur të vjen ofendimi nga Balta, nuk të bën pise. E pra! Vlera thot sa kam qesh me Edi, thot po pse derë. E mori personal. S'ke që pën gomarit dhe i bie samarit, prandaj duhet të shëroni veten që t'i bini gomarit. Jo, gomarin e kemi gjanë, po. E kam fjallën në mënyrë figurative. Sa shprej pas ka me dera, të dikush. Të gjithë derat i ka, po që keni me derat sot ma? Vetëm derat keni përmend këtu të live-i. Të gjithë derat i kanë të rritë njësoj. Kalin. Ata e lexova për pakun, po. Qa kanë me derat? Der gomar kanë përmend sot këtu, edhe ariu në pash një herë. Një që nuk më ka pëlqyer është në shtëpinë e botës të qerrë dhe macja. Në shtëpinë e botës të qerrë dhe macja. Që nuk të duan, apo si? Diu? Ndoshta s'ndihesh komod. Që s'ndihesh komod, ndoshta. Ndërsa mua shprehja më ignorante e të gjitha kohrave, cila është, e dini cila është për mua si jona shprehja që nuk dua ta dëgjoj asnjëherë, edhe nuk e besoj ta dëgjoj më. Jo. Edhe kjo ignorante shtrikëm sa kjo organin. Njëri e ka organin kaq që duhet të gjithë jetën të ri. Hipa valla. Bli organin e ri, bli organ të ri. Mbulome. Puna me veten. Po rri pa mbuluar një periudhë kohë, derisa të kesh mos të bësh organin që do. Ha? Iluzioni i mendjes. Cila shpreha më ignorante për mua? Po ti duhet ta dish që shpreha që unë urrej më shumë. Me thënë që i ka vjedhë lumturinë shumë femrave dhe ka çuar në vrasje. Kjo shprehje? Po. E dini cila është? Femra është buk bote. Dhe i kanë heq qafe vajzat, ata që kishin vajza, dhe nëse martoheshin me kriminal, me pianet, si linin aty se është buk bote dhe nuk i merrnin prindrit, nuk i suportonin derisa shumë kanë përfunduar në vrasje. Dhe është një nga shprehjet më ignorante që mua nuk më pëlqen. Edhe ndonjëherë sado e dhimbshme është që ikën brezi i gjysheve tona, duhet pastrohet energjia. Duhet pastrohen brezat, duhet pastrohen, riciklim, hec, vazhdon jeta që ky planet jetë më i mirë për fëmijët tanë, për niprit tanë të ardhmen. Sepse ne të paktën po ndërgjegjësohemi, po e pastrojmë veten. Po jo, brezat më parë janë shumë kalbësira. Edhe po se thon ka të bëjmë me të gabuar. Se për çara fjala në një ditë me babin, ka është tip shumë energjik e kështu, po se sa më tha për një gjë të vjetër, një tip mobilje. Lëre më tha mua se sa e kam blerur në atë kohë. Po çfarë po më thua më i thash? Është edhe e ka bërë ciklin. Çfarë do ta mbajmë ne? E ke bler ti para 15 vitesh. Hidhe mos e s'bën më. Po e kam bler para 15 vitesh.
me kaq lek. Po pse ti e ke bler me aq lek para 15 vitesh dhe e ke bler në një moment që ke qenë ngushtë. Pse duhet ti tani pas 15 vitesh që s'të mungon asgjë të kthehesh në dimensionin e varfërisë? Pse duhet ta bësh? Kam bler me gjak. Me gjak. Unë i them gjithëve, se pritet mirë se tu ku të vdisnin do jemi ne atë. Kishte një televizor baba Edi që ma hiqte trurin, kishte se ato si dollap nga mbrapa kështu. Derisa e hoqi qafe o zot, më hante bukur. Komoja e re, te shtëpia e re, bufeja e re, televizori i vjetër e pate me një cep bardhëzi nga ato kështu si dollap. E kemi bler. Derisa e hoqi qafe ato nuk e di. Hajt më jetojnë aty në atë dimension brezat e këtyre. Edhe mundohen që atë varfërin të na i kalojnë, mos dua varfëri, unë jam bollog, s'dua fare varfëri. Ti ndihesh i varfër, hik larg meje. Unë dua njerëz që ndjen të pasur shpirt në mendje, në bank, portofoli, hec aty, llogari bankare, kështu duke plasur. Mendje, shpirti thash të para, po dhe banka pasqyron aftësitë e tua, sa të pasur e ke mendje dhe shpirti. Ata që punojnë siç duhet, jo ata që vrapojnë nëpër male nga policia, se mos i kap me bamje, më kupton, flasim për këta njerëzit si ne që punojnë me gjëra normale. U kënaqë muhabet, folën për të gjitha. O zot, vajza është darka e dreqit. O zot i madh, mos më thoni nga këto. O zot i madh. Çka femra më? Pse duhet ta bëni këtë gjë? S'ka gjë më, drejt ikjes është kjo. Drejt ikjes thua? Po ja, kush më komentoj mua këtu? Nuk ofendohet burri që i flet në mënyrë të drejtë për drejtë. Çfarë drejt ikjes? Më është këtu ka Albesira ka ngel në shpirt. Këta duhet bëjnë trajnime kështu. Si më tha një zoj në Instagram privat, më dërgoi mesazh, Jona, tha zhvillimi personal mendoj që duhet bëhet lëndë në shkollë, tha. Që në klasën e 3 siç janë gjuhët e huaja. Duhet të filloj tha lëndë. Zhvillimi personal në shkollë. Ata kam thënë, pse po sa them diku tjetër? E shpërndava unë story atë që theti dhe ata duhet të filloj lëndë si gjuhët e huaja në klasë 3. Po të thash, pse sa thashën? Qa është kjo? Kur Naile më ka thënë kaq shumë shprehje të lezetshme dhe kam pas studente. Kur të hash pulën e huaj, tënden lidhe për këmbe të mangjes. Nuk e di se është mangja. Po pse? Pulën, po mos hani pula, se janë me hormone, lërini dhe ato të jetojnë të shkretat. Hani fruta perime, legume, lërini pulat, s'ma të më. Hani sa do. Të hanë që atë duan njerëzit, jo mos e si lëre hatun, aty do i ngacmoj plagën, të shkund, të zgjanë. Erisel ta thot, o Edi i kam bërë, o Edi thot i kam bërë punët si flutur me ju, si ndjeva fare, faleminderit. Po ne, shiko, do lëm një orar që ne do jemi live dhe ju do keni për të bërë punët të gjithë, në të njëjtën kohë, që mos të ndjeni punët. Ndërkohë shtëpia jon zhul. Na rroft që po ju ndihmojmë juve, të bëni punët. Po, kujteta, vajza ka linë në dertë huar, në shkon në dertë vetë. Si? Vajza ka linë në dertë huar. Mos më thuaj më për nga këto shprehje për vajza. Vajza ka linë në dertë huar dhe shkon në dertë vetë, kur të martohet, kur të martohet gjoja. Vetë në punë to. Kështu e kanë gjithë ndimje. Jo, mua më kujtojnë gjithë studentët që kanë pas të trajnimet e mia, që s'kan pas mbështetjen e prindërve. Maria thot, ju mentorët duhet të bërtisni me të madhe që të futen në programe shkollore këto tema që bën ti dhe të tjerë si puna jote. Shko thuaj ju një herë atyre të tjerëve si puna ime. Ja? Si janë ata si puna ime? Si jemi ne? Si puna ime. Si jemi e dashur? Jam apo ti puna ime? Pa pikë logjike komenti. Kolegët e tu, mentorët e tjerë, si puna jote. Puna. Si puna jote. Puna. Puna ime s'ka një herë. Se po të kishte, tentova unë të bija një komunitet të bukur mentorësh, po s'ka, njëri shikon sa lekë ka trajnimin, tjetri shikon të kopjoj metodën, tjetri titullin e librit, tjetri, nuk ka, janë shumë poshtë me vetdije. Janë shumë poshtë.
Njëri shikon të çmimet e tij, gjëra shumë të cekta. Isha futur në atë vorbull dola se më përzihet dhe tani që e kujtoj. Gjëra të cekta. Po ta arri mentori të bëj sa për lek, hik më puno me rrogë, mos u bëj mentor, nxjerr një rrogë aty, hik në punë. Anyways, unë mendoj që ne duhet hikim. Do të shkojmë po. Vetëm se jam në Greqi, thot Ami se vija me gjithë qef, thot, të ndihmoja për punët. Të ha një nga këto në mjalë, të ha një të të vogël, se po më gryen, edhe duhet të hapa tjetër. Është mirë të dikush që të studiojmë fjalët popullore të mëhershme, pak fjalë, por e qarë. Ku i gjën ti këto komente që s'më dalin mua? Po që duhem fjalë popullore të mëhershme? Ma tregoj një herë, kush është kisa bukur i thotë që duhet, po kush është? Çfarë duhen në fjalë popullore të mëhershme? Çfarë hyn? Një moment. Resmi kanë ngel në epokën e këngëve popullore. Sta hyn punë fare, të ndryshojmë. Këngë popullore për ça? Fjalë popullore për ça? Se mirë thash, këngë popullore për ça? Ça ti bëjmë? Ti varim në kornizë në mur? Qa i duan fjalë popullore? Për qa më duhen mua? Për qa më i shërbejnë fëmijës tim? Unë kam një fëmijë për të rritur, 6 vjeç e gjysë. Për qa i duhen fjalë popullore? Qa ka thënë stërgjyshja ime? Më pak fjalë brot shkullat që ka thënë stërgjyshja ime. Qa i duhen vajzës time, më? T'ja varë në kornizë në mur. Shumë njerëz i thonë, po jaze, do ikin të ai fshati se kanë kështu si muze, se kaluara. Më ka njerëz që i kanë qef shkoni, po qa më duhet mua muzeu, fjalët, armët, gjërat që kanë qenë, nuk dua ta di historinë të shkuarës, fare. Nuk dua. E kam vizionin të ardhmja, të zhvillimi, të energjia e re. Fjalët popullore. Brigilda. Energjia që na krijoni për ditë shëruese. Jam shumë e lumtur që je këtu. Është diçka reale, ja fut një të ngrënë një kështu, një me mjalë, çfarë këto? Se po më kryen stomaku, janë dhe para ciklit e nuk duroj dot fasti këto gjëra. Gjëra reale. Por ato që ndihen, kush të do. Se tani nëse ti nuk më njeh si jam unë të vërtet si mentore, po çfarë do vish të trajnimi kot? Të zhgënjesh, kështu jam unë. Kadafi Limuzini, përshëndes sot që jeni mirë. Faleminderit. Kadafi Limuzini nuk e di kush është mbas këtij profilin. Po sa herë më shkruan ndjej një energji shumë pozitive. Lexoj shumë energji të bukur sa herë më shkruan ti. Shumë dashuri nga unë dhe Edi. Suzana të lumt. Suzana thot, fëmija mëson nga shembull, jo nga fjala, të lumt. Guri rënd në vend të vet. Hajde bëj trajnime me mua të ta tregoj sa guri rënd mund të bësh në emigrim. Unë në Vjen, linda, dola në dritë. Po, në vend të huaj, që s'di as gjuhën. Aty lindi kjo jona që është para teje. Guri rënd është në mendjen tënde. Si e paraqet ti veten në çdo shtet, në fund të botës, kudo që të shkosh. Jo, Blerta, nuk dua ta lexoj shprehjen tënde se nuk mundem ta lexoj. Lexojmë çfarë? O, zotu i fle, Hasmi nuk fle, aman këte kam gjuar dhe nga gjyshi im. Të fusin atë luftë, si kur duhet bësh pushkën gati, të fush plumbat, a lësh mbas derit pushkën, të marrë shpatën, parzmoren, luftë, atë. Kemi kohë për Hasmi. Zemre, do të një nga këto se së të kryet, se janë shumë të mira. Jo, Me mjalë kështë. jo. Qa Hasmi, jeta është një qast, iku. Kemi kohë për Hasmi në? E kësja jeta? Zhvillo vetëm. Edhe unë ju dua shumë dhe kam për shumë respektor. Kadafi Limuzin është tu, imagjino, nuk hoqi dorë nga ne, edhe pse në 2024 ishim unë atë energjinë e errët që kisha brenda që po luftoja të mbaja dritën ndezur, më manifestuat edhe flokët, vajta në një parukeri që më bëri si sorë të zezë. Brenda jashtë, si sorë isha, nuk e di qëndruan këtu, se kanë parë për teja sa i gjës. Prandaj dua këta njerëz që janë akoma këtu. Me thonë unë mbjetova 2024, s'fali jush.
Olana të ndjek që nga koha kur ke qenë në vjen dhe bjesë të videon online. Faleminderit që jende këtu. Hamburgu, përshëndetje, se ke Lenca më të ndihmuar. Më lejohet të jap një këshill? Sot jam pa humor, nuk do të dëgjoj këshilla. Më shijon kjo me mjaltë që po ha, po pi kafe. Faleminderit për herë tjetër ndoshta. Tani s'dua këshilla. Më dha njëherë një burr një këshill. Kisha filluar live, po isha kështu me një filxhan kaq, siç e kam unë si tip govate filxhan të kafes, për shefin tim. Do të dëgjoja me kënaqësi. Po tani që pash që pi kafen, se ata mendoj se dalin në televizor. Përshëndetje, të dashur teleshikues. Mirë se erdhët në edicionin informativ të live të orës 16. Lajmi i ditës. Ibiri, vrau babai. Ai mendon se unë jam gazetare, dal aty. E për që unë të rikë shumë. Përshëndetje. Kiko Xhaxhi, thash, shiko, fëmijët e tu, gruan tënde, punët e tua, i brejnë blok. Je për në gjithë rreth Xhaxhi. Ndoshta më jep në një këshill të tillë, mos haj, mos bëj, po hiku se do hava ferin tim se do më haj, jam me uri. Dikush sot më kujtohet kur ishte koha gri, shi ftohtë, e ti dilje për vrap në Vjenë. Në Borë kam bërë vrap. Në Borë kam bërë vrap. Ju jetoni tash në Shqipëri? Për momentin po. Për momentin në Shqipëri. Momentalisht. Flora thot pres përgjigje. Flora e dashur nuk e di ku më ke shkruar, se unë s'po shikoj. Se më shikoj një Flora të lutem. Flora, ka bërë ndonjë përgjigje? Prit se e gjeta. E gjeta. Po, sa herë dëgjoj lajmet e tua ndjen një gjë të papa relakson dhe më zgjumi pa pritur. Sepse ndihesh e sigurt, trupi, sistemi yt nervor korrespondon me këtë energji. Pra unë nuk të gjykoj, kam vuajtur para teje dhe këto gjëra që ti i kalon si vuajtje apo si sfida, unë ti kuptoj, nuk të gjykoj, kam dashuri për ty. Është energjia drita, edhe pa folur, është energjia që sistemi yt nervor e ndjen si një energji sigurie, safety. Edhe aktivizohet sistemi nervor parasimpatik, shkrihet komplet ajo tendosja që ti mund të kesh kontraktimi dhe ndihesh e sigurt edhe të flesh gjumë. Kjo mund të jetë një arsye. Arsyeja e dytë, shpresoj mos të jetë që ti fle gjumë në mënyrë që mos të dëgjosh të vërtetë që unë kam për të thënë, se të duhet pastaj që të dalësh nga zona e rehatis. Një nga këto arsye, shpresoj të jetë e para. Përshëndetje nga Stockholmi, mundohem gjithmonë të ndjek live-et e tu. Shumë dashuri për ju, sidomos që jetoni në vendet nordike, që ju mungon diell, ju mungon ndonjëherë det, ju mungon ndonjëherë ngrohtësia, edhe ju kuptoj, edhe di pse rrini aty. E di që është ajo frika që ka dhe qetësi mendore dhe shumë gjëra të tjera, absolutisht, dhe kanë gjetë rehat. E vetë një arsye që ikin kjo është, sepse nuk gjejnë rehat në vetdijen e njerëzve. E vetë një arsye që unë do iki prapë nga Shqipëria kjo është. Sa shikoj të ardhmen time këtu për fëmijën tim, se nuk ka vetdije. Por, për kohën, për detin, për ushqimin bio, e shumë gjëra të tjera, normale është vendi yt. Igli thot më ka ndodhur sa meditoj edhe trembe, më është qetësuese, të lutem. Jo, nuk është qetësuese, është normale të ndjejmë pak pasiguri gjatë meditimit, sepse ne jemi mësuar që e kemi çdo gjë nën kontroll. Ne duam të kemi syt hapur dhe vazhdimisht ta kemi çdo gjë nën kontroll. Dhe kur ti mbyll syt nga bota e jashtme, ti je detyruar të shikosh botën tënde të brendshme. Dhe aty ka shumë gjëra për të pastruar her pas here. Aty ka shumë pengesa që ti ndjen si frikë, përjeton si frikë, gjëra pa njohura, dimensione të pa njohura që janë brenda teje, dhe s'ka asgjë për të pas frikë. Derisa të mësohesh gradualisht bëj nga 5 minuta meditimet, jo më gjatë, dhe me një frekuencë të caktuar që të jep qetësi. Mund të jenë 3 njisha apo 3 teta, të jep shumë qetësi. Përshëndetje nga Struga, ke qenë në Strugë jona, jo e dashur nuk kam qenë. E di, Suedi, do me thënë, dikush më thotë Suedi është shumë bukur, klima e të gjitha. Më pëlqen këto vende, më pëlqen, do me thënë. Unë nuk jam tip që më pëlqen i ftohti. Unë kam lidhur për këtë kohë, për këtë klimë, det,
po dua 2 muaj në vit më kap një kështu fiksim që dua një vend me borë. Dua borë, dua ftohtë, dua pemë të larta, dua një kabinë mes të pyllit, dua sobën me dru që të ndez zjarrin vet. Dua këto. Suedi, Norvegji, këto vendet më pëlqejnë domethënë. Finlanda po. Kështu them unë. Pastaj që ditën e parë do dridhem me dedikim. Sa është ora? Vajti ora të ikim? Ikim. Sot u kënaqëm. Sot jemi kënaq, kemi bërë humor. Ishte shumë kënaqësi që ishit këtu me ne. Ishte energji shumë e bukur, zëre se ishim këtu nga afër. Ju dërgoj shumë dashuri secilit nga ju. Do ruaj live-in për ju që do e ndiqni më vonë live-in ose që jeni duke ndjekur tani. Ju preste trajnimi. Fjala trajnim ndoshta është pak e çuditshme dhe të ngjall pa siguri, po të preste mundësia që kam për të dhënë që të punosh me mua 1 me 1 për 4 javë rresh dhe fillojmë në 12 nëntor, do bëjmë seancën e parë bashkë. Kështu që lidhu me stafin tim, se unë kam të pamundur të përgjigjem mesazheve të Instagramit. Lidhu me stafin edhe do të sigurojnë vendin tënd për një pagesë me 20% ulje shumë qesharake për punën që unë do bëj me ty. Për vendet ku ne do shkelim në brendësinë tënde edhe për gjërat që ne do arrijmë në jetën tënde. Unë e shpjegova historinë time për këtë arsye të kuptosh se sa kam arritur unë vetëm sepse guxova të shëroj veten nga ankthi pa medikamente dhe pa zvarritje me vite në psikolog. Në 4 javë dua të të jap rrugën. Në 4 javë dua të të jap gjërat që duhet t'i eliminosh, t'i pastrosh dhe gjërat që duhet t'i përforcosh, t'i praktikosh. Kaq, shumë dashuri për të gjithë. Edhe do shihemi ditën e hënë live që i bie të jetë java e 5. Java e 5 që ne bëjmë live me shumë kënaqësi. Maraton live-esh, pse jo? Kush tha lejohet apo s'lejohet? Kush tha që është too much apo është më pak se ç'duhet? Po i ndjej me zemër i bëjmë gjëra, unë ndjej me zemër, kështu që të hënë do shihemi bashkë. Po online mund ta ndjekim Linda, atëherë. Detaj më i rëndësishëm për trajnimin është që trajnimi ndiqet online nga çdo vend i botës. Puna që ne do bëjmë është në WhatsApp dhe në Zoom, edhe te sajtit e website jonacademy.com, aty ke llogarinë tënde të website të trajnimit. Ke mundësi ta ndjekësh në çfarëdo lloj ore që ti do, sepse trajnimi është i regjistruar, të gjitha live-et që do bëhen do ruhen, ti nuk i humbet dhe nëse nuk je dot live, dhe komunikimi i përditshëm me mua që bëhet online nga çdo vend i botës është në orarin që të përshtatet ty. Pa problem sepse unë do përshtatem me oraret e tua. Kështu që çdo gjë është kthyer aq praktike te këto trajnime sa ti thjesht ta shijosh, ndihmë veten, nuk ka gjëra të koklavitura, të gjëra komplekse, janë gjëra shumë të thjeshta. Vetun i kam bezditur këto gjëra të komplekse. Kape orarin, kape atë, jo. Nuk dua t'ju jap stres, dua t'ju eliminoj edhe atë stres që keni, kështu që kaq. Ku duhet të bëjmë antare profilit tënd? Si që e të profilit, ky që bëja fatena të si ky që po ndjek. Edhe Islanda është e bukur e di. E mbylla, kalofshin mirë. Edi po paguan, bëra si kur po mbylle live me vonë, si të paguaj ai. Bisha ka. Ikëm të marrim vajzën edhe tani fillon rrëmuja. Në orën 2 filloi seanca, deri në mbrëmje jam maraton seancash, kështu që se besoj të shihemi më në Instagram e postime. Po e ruaj këtë, të pres në datën 12, për sa ko je në kohë pa u mbyllur regjistrime, sepse 30 vende kanë lënë të lira për këtë grup, është i fundit për këtë vit, është me 20% ulje për herë të fundit, dhe je 1 me 1 me mua, nuk është trajnim grupi, është trajnim individual. Regjistrohu tani, ta shënoj një herë numrin këtu, që ta bëni një screenshot, pra plus 355 68 38 17 117. Plus 355 okej, në WhatsApp të ky numër që sapo shënova unë. Ikim, jo, po e mbyll, po shënova pak numrin se kishte vetë sa pyetje për trajnimin. Jo, po e mbyll tani. Do i bësh më rëpashën? Nuk të shna kabe. Me që të kabe? Sikur të kapa me presh në dorë. Me vafer të kapa. Kape të bëj një vafer. Po së shpresh, vafer është. Ikëm të marrin vajzën, që shkjo babzi më vla për vafer me mjatë, që mi qëtë më jam paraciklit, s'kam që babzi. Baj, shu jemi.